Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Kaf, ha, ja, ain, sad. Kaf, ha, ja, ain, sad. Ky është një tregim për mëshirën e Zotit të ndaj robit e vet, Zekeriajt. Këtu përfejet për mëshirën që Zoti i tregoi ndaj Zekerias. Ne do ta tregojmë me hollësi këtë ngjarje. Nga kjo histori, o Muhamet, ti do të njehesh me gjendjen e profetit Zekeria, me gjumë që laje dhe cilësitë e tij të veçanta. Në këtë histori ka mësime për ata që duan të mësojnë dhe ajo është shembullim mirë për ata që duan jetë e tillë. Një ngjarje e tillë që tregon për mëshirën e madhe të Allahut për evlijat e tij dhe për mënyrat se si kjo mëshirë i përfshin ata, është një nga shkaqet më të forta që na shtojnë dashurinë për Allahun në zemrat tona dhe për mendjen e tij në heshtje. Ajo na nxit që ta njohim më mirë Allahun me emrat, cilësitë dhe veprat e tij të mrekullueshme. Përmes saj, ne mësojmë rrugët e veprat që bëjnë të mundur dashurinë e Zotit për ne dhe dashurinë tonë për Zotin. Ajo na tregon veprat dhe fjalët e mira që na ofrojnë me pranë mëshirës dhe për kujdesit të posaçëm të Zotit për evlijat e tij. Allahu i madhruar e zgjodhi Zekerian për ta bërë besnikun e shpalljes së tij, duke e dalluar nga të tjerët. Ndërsa Zekeria, nga ana e tij, ashtu si të gjithë vëllezërit e tjerë profete, u kujdes që ta çonte në vend amanetin e Zotit. Ai i ftonte njerëzit në adhurimin e Allahut dhe u mësonte atyre ditërinë që ja kishte dhuruar Allahu. Ai jo vetëm që u dha porosit të shumta gjatë jetës së tij, por i mësoi si të vepronin edhe pas vdekjes së tij. Kur pa se po i shternin fuqitë dhe kuptoi se po i afrohej vdekja, ndërkohë që ende nuk kishte një fëmijë që, sipas ardhës së tij, do t'i ftonte njerëzit në rrugën e Zotit dhe për t'i këshilluar ata, atëherë Zekeria i u lut dhe i u akua Zotit për dobësinë e vet të jashtme dhe të brendshme dhe i drejtua me një thirrje të fshehtë plot për ulësi. Gradat ose nivelet e dashurisë për Allahun e lartësuar, dashuria për Allahun e lartësuar është në dy nivele, e para është farzi domosdoshëm për çdo kënd. Kjo lloj dashurie shprehet duke dashur Allahun e lartësuar me një dashuri të tillë e cila i sjell me vetë dashurinë për gjithçka me të cilën ai të ka urdhëruar dhe urrëtitjen për gjithçka nga e cila ai të ka ndaluar. Dhe sjell me vetë gjithashtu dashurinë për profetin e tij i cili transmetoi qartë udhëresat dhe ndalesat e Zotit dhe çdo rrugë që të afron dhe të çon te kënaqësia e tij. Madje ta duash profetin e Allahut të lartësuar me një dashuri që i të kalon edhe dashurinë për veten tënde dhe familjen tënde. Gjithashtu ta duash dhe të jesh i kënaqur me gjithçka prej fesë që Allahu i lartësuar e ka transmetuar nëpërmjet profetit ta pranosh atë me dëshirë, me kënaqësi, me bindje të plotë dhe me dëshirën për të qenë në shtruar dhe pasuesi i saj. 4. Gjithashtu sjell me vete dashurinë për gjithë profetët dhe të dërguarit e Zotit. Dashurinë për ata që i pasuan ata me sinqeritet dhe korrekt si prej pasuesve që kanë ardhur pas tyre. Të gjitha këto janë detyrë e domosdoshme nëse synon që ta plotësosh dashurinë për Allahun e lartësuar. Kjo masë e dashurisë për Allahun e lartësuar janë masa e domosdoshme e cila sjell plotësimin e imanit që është vajib, pra është iman i detyrueshëm për çdo kënd. Çdo kush që cënon diçka prej këtyre që përmendëm ka cënuar prej imanit të tij të detyrueshëm në varësi të asaj që ka cënuar prej atyre që u përnejt në pak më sipër. Grata e dytë e dashurisë është grata e atyre që garojnë në punë të mira dhe me të afruarve tek Allahu i lartësuar. 1. Ata duan gjithçka që e do Allahu prej punëve të pëlqyeshme të shprehura me fjalë dhe vepra në bindje ndaj Allahut të lartësuar. 2. Ata urrejnë gjithçka që e urren Allahu i lartësuar, qofshin ato fjalë apo vepra. 3. Ata janë të kënaqur me atë që e ka përcaktuar Allahu i lartësuar dhe e ka vendosur që të godas ose të ekzistojë prej përcaktimeve të tij. Rrugët e mënyrat për të pajisur me dashurinë për Allahun e madhëruar, prej rrugëve dhe mënyrave nëpërmjet të cilave robi mund të arrijë që të ushqejë zemrën e tij dashurinë për Allahun e lartësuar mund të numërojmë njohja e Allahut e lartësuar me emrat, cilësitë, veprat dhe atributet e tij. Të medituarit në mbretërinë e qiellve dhe të tokës dhe gjithçka që Allahu ka krijuar në të. 3. Njohja e mirësive të Allahut për njerëzit. Ebu Husein el-Urak ka thënë, të gjitha degëzimet e dashurisë vijnë dhe janë përjedhje kujtimit në mënyrë të vazhdueshme të bamirësisë që të ka bërë Allahu i lartësuar. Ai që vazhdimisht kujton bamirësinë e Allahut ndaj tij, pa dyshim që fillati i dashurisë për Allahun e madhruar ka për të qenë gjithmonë pranë tij. 4. Përmendja e Allahut sa më shpesh duke qenë e vëmendshëm me këtë. Dhe nuk ka thënë, ai që preokupon zemrën dhe gjuhën e tij me përmendjen e Allahut, ai ka për ta mbushur zemrën e tij me dritën e përmallimit për të. Ndërsa Ibrahim ibn Xhunet ka thënë, gjithmonë është thënë se prej shelave të dashurisë së Allahut është përmendja e vazhdueshme e tij me zemër dhe gjuhë. Shumë rrallë mund të ndodhë që njeriu të përmend Allahun dhe kjo të mos sjellë dashurinë për të. Kështu pra përmendja e shpeshtë e Allahut të madhruar është porta e dashurisë për të. 5. Të komunikuarit me Allahun me qetërsi, sinqeritet dhe kundërshtimi i dëshirave dhe epsheve të tua nëse bien ndesh me atë që do ai.
6. Leximi i Kuranit duke mendituar me kujdes në ajetet e tij, sidomos në ajetet të cilat përmbajnë emrat, cilësitë, veprat e atributet e mrekullueshme të Allahut, duke menduar me kujdes në ato emra, cilësi dhe veprat e tij, po bi ta doj Allahun e lartësuar dhe nga ana tjetër. Allahu ta doj atë. 7. Leximi i shpeshtë i teksteve të Kuranit dhe sunetit të saktë që flasin rreth shikimit të Zotit në xhenet. 8. Ndërshkaqet që sjellin dashurinë. Allahut është el afafu dhe adul kefaf, për atë që nurit i ndeshëm në jetën tënde dhe i kënaqur me atë që të ka dhënë Allah. 9. Ndërshkaqet që sjellin dashurinë. Allahut është dashuria për ata që Allahu i do dhe urrejtja për ata që Allahu nuk i do. Punët nëpërmjet të cilave robi bën të mundur që Allahu ta doja. 1. Përunjësia e zemrës dhe e shpirtit plotësisht para Allahut. Nuk ka gjë më të dashur për Allahun e lartësuar se sa kjo lloj përunjësie dhe nështrimi kjo lloj përulje dhe përkushtimi përpara tij. Nuk ka gjë më të dashur për të se sa të dorëzuarit tërësisht dhe plotësisht me zemër të thyrë dhe të përunjur përpara madhështisë së tij. Të shtuarit e punëve vullnetare të mira. Pra të veçuarit me Allahun e lartësuar gjatë kohës kur ai zbret në qiellin e dinjas. 4. Se katërti pasimi rigorozisht i sunetit të profetit A.S. Pasimi i cili shfaqet në punët e tua në fjalët dhe moralin tënd. Thot Allahu i lartësuar, Al-Imran 315. Qëndrimi vazhdimisht me ata që i do. Allahu dhe janë të sinqert me të. Ky është tregimi mbi mëshirën e Zotit të ndaj robit të tij, Zekerias. U tefsiru sure Merjem, ajet 1. Kur ai e thirrje luti Zotin e vet me lutje të fshehtë. Kujto kur ai i u lut Zotit të vet me një zë të ulët. U lut shejtas që të ishte sa më i sinqert. Ai tha, o Zoti im, me të vërtetë me janë dobësuar eshtrat e koka më është zbardhur nga pleqëria. Lutja ime ty nuk ka mbet kur pa u pranuar. O Zoti im, vërtet mua më janë dobësuar eshtrat. Nëse dobësohen kockat që janë shtyllat e trupit, atëherë çdo gjë tjetër është dobësuar e më është zbardhur koka nga thinjat. Thinjat janë shenjat e pleqërisë dhe paralajmëruese të vdekjes. Kështu, Zekeria kërkoi afrim tek Allahu, duke shprehur dobësinë dhe nevojën e madhe të tij. Kjo është mënyra më e dashur për Allahun që njeriu mund t'i afrohet e t'i kërkojë ndihmë, sepse ajo tregon se ai ka hequr dorë tërësisht nga forcat dhe mundësitë e veta dhe të gjithë ndihmën e kërkon te Zoti. Kështu zemra lidhet e tëra me forcën dhe ndihmën e Zotit dhe jo me faktorët njerëzor, edhe pse bën gjithçka që ka në dorë, pasi kjo është diçka e detyrueshme. O Zoti im, unë asnjëherë nuk kam qenë i dëshpëruar me lutjet e mia drejtuar ty. O Zoti im, ti kur nuk më ke kthyer duar bosh dhe të dëshpëruar, sa herë që të jam lutur. Gjithmonë më je përgjigjur dhe je treguar i dashur e bujar për mua. Butësia dhe për kujdesi yt më kanë ndjekur në çdo çast të jetës sime. Mirësitë tua gjithmonë më kanë mrekulluar dhe më kanë gëzuar zemrën. Ky është një ofrim tek Zoti që bëhet duke treguar mirësitë e shumta të tij mbi ty dhe përgjigjen e lutjeve të tua. Edhe Zekeria i u lut Allahut, atij që gjithmonë ishte treguar bujar me të në të shkuara, që ta vazhdonte atë mirësi edhe në të ardhmen. Friksohen të afërmet e mi, pas me nga se do të bëjnë keq, e bashkëshortja ime është sterile, andaj, me dhurën nga ti, një të afërm djalë. Unë kam frikë për popullin tim, se do të mbetën pa udhëheqës pas meje dhe gruaja ime është beroj. Unë shqetësohem, o Zot, se kush do ta marrë në dorë çështën e bijve të Izraelit pas vdekjes sime. Kam frikë se ata nuk do të shërbejnë fesë ashtu si duhet. Kush do të duhet të ftojë njerëzit që të adhurojnë ty dhe të nështrohen për të jetuar sipas ligjit tënd. Me sa duket, Zekeria nuk ishte parë ndër bijtë e Izraelit ndonjë që të meritonte të ishte udhëheqës i popullit në besimin dhe fenë e drejtë. Kjo tregonte dhe mësurinë, mëshirën dhe kujdesin e Zekerias për popullin e tij. Kërkesa e tij për djalë nuk ishte si çdo njeriu përpas orës, pra vetëm që të mbante emrin e tij ose për ndonjë çështje të kësaj bote. Qëllimi i tij ishte dobia fetare dhe frika e devijimit të popullit, sepse nuk do të mbetej askush që të vazhdonte misionin e tij. Shqepia e Zekerias ishte e njohur për besimin e pastër dhe adhurimet e shumta. Ajo ishte vatër e profetësisë dhe prej saj kishte vetëse mirësi. Kjo që një arsye që Zekeria e lutej Allahun t'i dhuronte një djalë, që ai të ishte i denjë për rregullimin e fesë dhe udhëheqjen e popullit. Por, nga ana tjetër, ai u ankua se shoqja nuk mund të lindte fëmijë, ndërsa ai vetë ishte shumë plake, saqë vështirë se mund të pritej fëmijë prej tij. Megjithatë, Zekeria u lut dhe tha, që të më trashëgoj mua dhe familjen e Jakubit, dhe bën Zoti im që të jesh i kënaqur me të. Me dhuron nga mirësia jote një trashëgimtar. Të din, një që të jetë trashëgimtari im dhe i familjes së Jakubit. Me dhuron një djalë që të jetë udhëheqës në fe dhe në besimin e drejtë. Me dhuron një djalë që të jetë trashëgimtari i profetësisë, i ditërisë së pastër dhe i veprave të mira e të sinqerta.
dhe bëj atë, o Zoti im, të mirë. Bëj adhurues të mirë, që të kënaq ty, o Zot, dhe që ta dua njerëzit. Zekeria ju lut Allahut për një djalë të devotshëm e adhurues të mirë, që të mbeti pas vdekjes së tij dhe të ishte i dashur i Zotit, imam i njerëzve dhe përhapës i fesë së drejtë. E ku ka fëmijë me cilësi më të mira se këto? Nuk ka dyshim se është mëshirë e madhe nga Zoti që t'i dhurojë njeriu një djalë të mirë, të devotshëm, me moral të lartë dhe sjellje e edukat të mirë. Kështu, Allahu e mëshiroi Zekerian, duke i dhuruar një djalë të tillë. O Zekeria, na do të si arriqojmë ty me një djalë e mbi të cilit është Jahja, të cilit ne më parë nuk i kemi bërë mak. Përgjigja ishte, o Zekeria, ne po të përgëzojmë ty me një djalë, e mbi të cilit do të jetë Jahja. Allahu i madhëruar e përgëzoi Zekerian nëpërmjet melekëve se do t'i dhuronte një djalosh me emrin Jahja. Ky ishte një emër që e zgjodhi Allahu për të. Jahja ka kuptimin jeton dhe ishte vërtet një emër që i shkonte përshtat atij fëmije. Jeta e tij do të ishte e plotë si në aspektin fizik, ashtu edhe në atë shpirtëror. Jahja do të bënte një jetë fizike shembullore dhe një jetë shpirtërore të kompletuar me shpalljen e Zotit, me diturinë e pastër, me adhurimet e shumta dhe fenë e përkryer, me të cilën ai do të mbushej ushqej. Askush para tij nuk është emërtuar me këtë emër. Askush nuk ishte quajtur me këtë emër më parë, por mund të ketë edhe kuptimin që askush më parë nuk ishte qenë ngjashëm me Jahjan, përsa u përket cilësive të larta të tij. Sigurisht që ky përshkrim nuk hedh poshtë faktin që disa profetë të mëdhej, si Ibrahimi, Usai dhe Nuh të ishin më të mirë se ai. Ata ishin profetët më të zgjedhur, prandaj ishin edhe më të mirë se sa Jahja. Kur Zekeriasi erdhi përgëzimi për këtë djalë të mbar, për të cilën ishte lutur as shumë, ai u çudit, prandaj tha. Zekeria i tha, o Zoti im, prej nga mua djali, kur bashkëshortja ime është sterile. Dhe unë kam arritur pleqërinë e thellë. Ai tha, o Zoti im, si do të kem unë djalë kur gruaja ime nuk lind dhe unë kam arritur pleqëri të thellë. Pi çudit se unë dhe ime shoqe kemi pengesa të mëdha për të pasur fëmijë. Me sa duket, në momentet e lutjes, nga përgjërimi i madh, Zekeria kishte harruar gjendjen e vet dhe të së shoqes. Nga dëshira e madhe për fëmijë, asgjë kishte vojtur ndërmend se ekzistonin ato pengesa për të patur fëmijë. Dhe tani, kur duaja ju pranua, po mendonte për pamundësitë. Por Allahu ju përgjigj duke thënë: Tha, ashtu, ka thënë Zoti yt, kjo për mua është lehtë. Unë të kam krijuar ty më parë, e ti nuk e qenë fare. Ai Allahu tha, ja, kështu ka thënë Zoti yt, kjo është e lehtë për mua. Unë të krijova ty më parë kur ti nuk ishe asgjë. Kjo është vërtet e habishme për krijesat në bazë të ligjeve që Zoti ka vendosur për to. Por pushteti i Allahut është i pakufijshëm dhe ai mund të bëjë që gjërat të ekzistojnë edhe pa që nevoja për shkaqet natyrore. Kjo është e lehtë për Allahun, madje më e lehtë se sa sjellja në ekzistencën nga hiçi. Zekeria i tha, o Zoti im, më jep ndonjë shenjë. Perëndia tha, shenjë do të jetë ajo që nuk do të mundesh të flasësh me njerëz 3 nete 3 ditë, duke qenë madje i shëndosh. Ai Zekeria tha, o Zoti im, më jep mua një shenjë. Më jep një shenjë që të më qetësoj dhe kënaqet zemra. Kjo kërkesë nuk ishte për shkak të dëshimit në premtimin e Zotit, por thjesht për të kënaqur zemrën dhe për të shtuar sigurinë e saj, pikërisht ashtu siç tha i dashuri i Zotit, Ibrahimi asë, Zoti im, më mund të shoh se si ngjall të vdekurit. Ai Zoti i tha, a nuk beson? Pe çuditse ai Ibrahimi u përgjigj, sigurisht që besoj, por desha që zemrës ime të shtohej bindja. Ai Zoti tha, merr 4 shpend dhe pastaj, në çdo kodër vendos nga një pjesë të tyre, pastaj thirru atyre. Dhe ata kanë për të ardhur me shpejtësi. Dije se Allahu është i plotëfuqishëm me urtë. Bekare 260. Ibrahimi asa kërkoi të shtohej edhe më shumë dituria dhe të arrinte në gradën e sigurisë së shikimit të fakteve me shqisat e tij. Pasi kishte arritur gradën ilmel yakin, pra diturinë e sigurt, ai donte të arrinte gradën ainul yakin, sigurinë e shikimit drejt për drejt të fakteve të Zotit. Edhe Zekerias, Allahu i madhruar i ia pranoi kërkesën, si mëshirë për të, duke i thënë, shenja për ty është se nuk do të mund të flasësh njerëzve për 3 net. Ndërsa në një ajet tjetër thot, shenja është që për 3 ditë ti nuk do të mund t'i flasësh asnjë njeriu përveç se me gjeste. Al-Imran 41. Në të dyja rastet kuptimi është i njëjtë. Pra, njëherë ka thënë 3 net, njëherë 3 ditë, për të treguar se Zekeria nuk do të mund t'u fliste njerëzve për 3 ditë 3 net, edhe pse ai nuk kishte asnjë defekt në dëgjimet e folur. Kjo do të ishte një shenjë e madhe për fuqinë e pakufishme të Allahut për shenjat të jashtëzakonshme. Sidoqofte, Zekeria nuk do të mund të fliste vetëm njerëzve në komunikimin e tyre të përditshëm, ndërsa tesbi, talil, dhikr, në kujtimin e Zotit me laude e falënderime, të gjitha këto mund t'i bënte si zakonisht. Për këtë arsye, në një ajet tjetër,
Allahu na tregon se i tha Zekerias, përmende shumë Zotin tënd dhe madhëroj atë çdo mbrëmje e mëngjes. Ali Imran 41. Aja Allahu tha, shenja jote do të jetë që nuk do të mund t'i flasësh akujt për trinet. Kështu, zemra e Zekerias u qetësua dhe u mbush me kënaqësi për këtë përgëzim të madh. Ai u përgjigj urdhërit të Zotit, duke treguar mirënjohje të madhe përmes adhurimeve të shumta, dhikrit të pandërprerë dhe duke qëndruar gjithkohës në faltorin e tij. Dhe ai doli nga faltoria në popullin e tij dhe u dha shenja atyre, madhroni Perëndin, në mëngjes dhe në mbrëmje. Dhe Zekeria doli prej faltores para popullit të vet dhe u tha me shenja, madhrojeni Allahun mëngjes e mbrëmje. Zekeria doli nga mihrabi dhe i tregoi me shenjë popullit që t'i bënin tasbih e ta lartësonin Zotin mëngjes e mbrëmje, pasi përgëzimi për ardhin e Jahias ishte një përgëzim dhe mirësi e madhe jo vetëm për Zekeria, por për të gjithë popullin. Pasi që u lind Jahjai dhe urit, ju tha atij, o Jahja, merre librin e vendosmëri. Dhe ne ja kemi dhënë mençurinë profetnin duke qenë fëmijë. Djalit të tij i erdhi urdhri o Jahja, merre librin dhe zbatoje me shumë kujdes. Kështu lindi Jahja, i cili u rrit dhe u edukua në gjirin e një familje adhuruese. Ku arriti moshën që të kuptonte shpalljen, Allahu i madhëruar u uroi që të zbatonte ligjet e librit të tij me rigorozitet. Kjo përpjekje do të ishte, së pari, në mesimin përmendesh të tekstit dhe të kuptimeve të tij, pastaj në zbatimin e udhëresave dhe ndalesave të tij. Kjo është domethënia e fjalës, merre librin me shumë kujdes. Jahja përmbushi me njëherë urdhrin e Zotit të tij. Ai mësoi tekstin e librit dhe kuptimet e tij. Allahu i dhuroi atij zgjuarsi të spikatur, që nuk gjendej tek të tjerët, dhe ne i dham atij urtësi që kur ishte fëmijë. Allahu i dhuroi Jahjas një orje të thellë të ligjit dhe një aftësi gjykimit të drejtë, që në moshfarë të re, dhe butësi prej nesh dhe pastërti dhe ishte besimtar. Ne i falëm atij butësi. Allahu i dhuroi mëshirë, butësi, ngrohtësi dhe mëshuri të veçantë. Prej mëshirës së Zotit, Jahjas ju lehtësuan të gjitha punët, ju rregullua gjendja dhe ju përkryen veprat dhe adhurimet e pastërti. E pastruam nga mangësitë dhe gjinohet. Ja pastruam zemrën dhe ja ndriçuam mendjen. Kjo tregon se Jahja ishte i pastër nga veset dhe cilësitë e ulta. Ai ishte i pajisur me moral të lartë dhe cilësi të ladhëruara, siç thot Allahu i lartësuar dhe e bën të devotshëm. Ai zbatonte me përpikmëri urdhresat dhe ndalesat. Çdo kush që arrin gradën e devotshmërinë është bërë i dashur dhe i afërt i Allahut të madhruar dhe, si tillë, ai do të jetë banor i xhenetit, që është përgatitur për të devotshmit. Zoti thot: "Binduni Allahut dhe të dërguarit që të mëshironi. Nxitoni për faljen e gjinave nga Zoti juaj dhe për një xhenet, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiejve dhe e tokës." Ai është përgatitur për të devotshmit, për ata që japin kur janë në bollëk dhe kur janë në vështirësi. Ata përmbajnë zemërimin dhe i falin njerëzit. Allahu i do bamirësit, edhe ata që kur bëjnë ndonjë gjë të shëmtuar, ose kur i bëjnë padrejtësi vetvetes, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për gjinohet e tyre. E kush i fal tjetër gjinohet përveç Allahut? Ata nuk vazhdojnë me atë gjë që kanë bërë më parë, sepse e dinë. Shpërblimi për ata është falja nga Zoti i tyre dhe xhenetet, nëpër të cilët rrjedhin lumenj dhe ku ata do të jenë përjetësisht. Sa i mirë është shpërblimi i atyre që punojnë punë të mira. Ali Imran 132-136. Për këta fatbardhë janë përgatitur shpërblime në jetën e kësaj bote dhe në ahiret, siç ka premtuar Allahu për devotshmërinë. Jahja kishte edhe virtytet e tjera të mrekullueshme, siç thot Allahu, dhe ishte bamirës ndaj prindërve të vet, e nuk ishte i ashpër dhe i padëgjueshëm. Dhe e bën bamirës ndaj prindërve të vet, ai nuk tregohej i padrejtë me prindërit dhe nuk sillej në mënyrë të pajishme me ta. Përkundrazi, sjellja e Jahjas me prindërit ishte në nivele më të larta, si në fjalë, edhe në vepra dhe nuk ishte mendjemadh dhe i padëgjueshëm. Jahja nuk ishte arrogant ndaj krijesave në përgjithësi dhe as ndaj prindërve të tij, në veçantë. Përkundrazi, ishte modest, i përulur, i sjellshëm e i bindur. Ai kthehej gjithmonë tek Zoti i penduar e i bindur. Ai plotësonte detyrimet ndaj Zotit dhe ato ndaj krijesave, prandaj Zoti i dhuroi paqen dhe sigurinë e vazhdueshme. Atë shoqëroi paqja dhe siguria nga Zoti, qoftë në fillimet e punëve, ashtu edhe në përfundimin e tyre, siç thuhet në vijim. Dhe i qoftë selam shpëtim atij në ditën që ka lindur dhe në ditën që ka vdekur dhe në ditën që do të ringjallet. Dhe paqja qoftë mbi të që ditën kur u lind, ditën kur do të vdes dhe ditën kur do të ngrihet i gjallë. Kjo tregon se Jahja ishte i sigurt dhe i mbrojtur nga shejtani i mallkuar. Ai ishte i mbrojtur nga ligësitë në të gjitha gjendjet e përmendura dhe jashtë tyre. Ai ishte i sigurt nga zjarri i xhehenemit dhe nga tmerret e asaj dite. Ai ishte nga banorët e vendit të paqes. Salavatet e Zotit dhe selamet e tij qofshin mbi Jahjan, mbi babain e tij dhe mbi të gjithë të dërguarit.
Na bëft Zoti edhe ne prej pasuesve të tyre. Ai është bamirësi i madh dhe bujar. Dhe përmend edhe Muhamedin e libër Kurani, Merimin historinë e saj, kur u tërhoq nga familja në një vend në lindje. Pasi vërfeu historinë e Zekerias dhe të Jahjas, që ishin disa nga shenjat madhështore dhe më të habitshme, Allahu i Madhruar tregon një histori tjetër edhe më të habitshme, përmendur në këtë libër. Tregimin për Merjemin kur ajo u largua prej familjes së saj në një vend në lindje. Kujtoj me këtë libër të nderuar historinë e Merjemes, paqja e Zotit qoftë mbi të. Përmendja e saj në Kurani është vlerësimi më i madh për Merjemen. Kjo grua e lavdëruar do të kujtohet në këtë libër për jetë. Muslimanët do ta lexojnë historinë e saj në lindje dhe në perëndim të botës. Ajo do të kujtohet me cilësitë e saj më të mira dhe më të lëvdueshme. Kjo është vetëm një pjesë e shpërblimit të punëve të saj të mira. Kështu, Merjemja u largua nga familja e saj, në drejtën të lindjes, dhe mori një perde që të skajohen nga ata, na dërguan tek ajo engjëllin, Xhebrailin, dhe ai i paraqit asaj në formën e mashkullit të zhvilluar mirë. Ajo u veçua prej tyre. Ajo u izolua në mënyrë që askush të mos e shihte dhe takonte. Merjemja donte kështu t'i përkushtohej Zotit të saj gjatë gjithë kohës, me sinqeritet, për urësi në shtrim të plot. Ky, në fakt, ishte plotësimi i porositë së Zotit, siç thuhet në Kurani, kujto kur melekët thanë: "O Merjeme, Allahu të ka zgjedhur dhe të ka pastruar ty. Ai të ka zgjedhur ty mbi të gjitha gratë e botës. O Merjeme, adhuroje Zotin tënd me përkushtim. Bëj sejdë dhe falu për Zotin tënd bashkë me të tjerët që falen." Ali Imran 41-42. Pastaj ne dërguan tek ajo Xhibrilin dhe ai u paraqit asaj si njeri i vërtet. Pa të meta, Allahu i dërgoi Xhibrilin asë, i cili u paraqit në formë njeriu me pamjen e një burri të hishëm me pamangësi. Allahu e dërgoi melekun Xhibril në formë njeriu, sepse Merjemja nuk mund të përballonte pamjen e një meleku. Atëherë, kjo vajzë e devotshme, e cila ishte fshehur e mbyllur në këtë vend, madje edhe nga vetë familja e saj, kur pa këtë burr, pati frikë se do t'i ndodhte ndonjë e keqe, prandaj kërkoi mbrojtje te Zoti i saj, duke thënë: "Ajo i tha, unë kërkoj që të më mbroj mëshiruesi im prej teje, nëse i druan Perëndis." Ajo tha: "Unë i kërkoj mbrojtje të gjithëmshirshmit prej teje, nëse e ke frikat. Unë kërkoj mbrojtje tek Allahu dhe mbështetem me mëshirën e Tij, që të mos më bësh keq." Pastaj shtoi tha: "Nëse i friksohesh atij. Pra, nëse i friksohesh Zotit, me lër të qetë dhe largohu prej meje." Kështu, nga një anë, Merjemja kërkoi mbrojtje tek Allahu dhe, nga ana tjetër, e këshilloi personin që t'i friksohej Allahut të mos i yacenonte devotshmërinë. Duhet kuptuar se ajo ishte e re, e vetme në atë vend dhe larg njerëzve, ndërsa meleku i u shfaq në formën e një mashkulli të pashëm. Në fakt, ai nuk i tha ndonjë fjalë të keqe apo ta kërcënonte, por ajo vajzë e ruajtur dhe e delirë u frikësua, prandaj menjëherë kërkoi mbrojtje tek Zoti. Ky ishte treguesi i pastërtisë dhe ndeshmërisë së Merjemes, që e bënin të ruajë nga e keqja dhe shkaqet e saj. Pastërtia morale, sidomos kur gjendesh në mes të së keqes, konsiderohet si ndër gjërat më të mrekullueshme dhe më të shpërblyeshme nga Zoti. Për këtë arsye, Allahu i Madhëruar e lëvdon Merjemen kur thotë: "Edhe Merjemja, e bija e Imranit, e cila e ruajti nderin e saj. Ne frym brenda saj një shpirt të krijuar nga ne. Ajo besoi plotësisht fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij dhe ishte nga të devotshmit." Tarin 12. Ose edhe atë që ruajti nderin e saj. Ne frym brenda saj një shpirt të krijuar nga ne dhe e bëm atë dhe të bie shenja për njerëzit. Enbija 91. Këtë ndëshmëri, Allahu i Madhëruar e shpërbleu duke i dhuruar një mrekulli të pashëmbullt. Ai i dha asaj vigjereshe të pastër një djalë, që do të ishte një nga shenjat më madhështore të tij. Ky djalë u bë me vonë një ndër profetët më të zgjedhur të Allahut. Ai tha: "Unë jam vetëm i dërguar i Zotit tënd, që të dhuroj ty një djalë të pastër." Ai Xhibrili tha: "Unë jam vetëm një i dërguar. Meleki i Zotit tënd për të dhuruar ty një djalë të pastër." Kur Xhibrili pa frikën e saj, i tha: "Unë jam vetëm një i dërguar i Zotit tënd për të dhuruar një djalë të pastër. Pra, detyra ime e vetme është dhënia e mesazhit të Zotit tim për ty. Ky ishte një sjarriç për një djalë të pastër, siç e quan Zoti. Ky djalë do të ishte i pastër nga çdo cilësi e shëmtuar dhe do të kishte virtytet më të larta." Merjemi tha: "Si mund të kam unë djalë, kur asnjë mashkull nuk më ka prekur e unë nuk jam e korruptuar?" Ajo tha: "Si do të kem unë djalë, kur mua nuk më ka prekur asnjë burr e as nuk kam qenë e pamorashme?" Merjemja u çudit se si mund të kishte fëmijë pa pasur burr. Ajo tha: "Si do të kem djalë, kur mua nuk më është ofruar njeri, nuk kam qenë e pamorashme?" Piçuditse dhe fëmia nuk lind pa qenë këto shkaqe që Zoti ka bërë ligjet e jetës. Tha Xhebraili: "Kjo është kështu. Ka thënë Zoti yt, kjo për mua është lehtë të krijoj njeriu pa babë, dhe ta bëjmë në atë argument për njerëzit dhe mëshirë nga ne. Dhe kjo është punë e kryer."
Ai Gjibrili tha, ja, kështu, Zoti ju thotë, kjo është e lehtë për mua. Kjo tregon për kujdesin absolut e Allahut të madhëruar për ata adhuruesët e sinqertë. Kjo tregon se të gjitha shkaqet mund të sjellin pasoja veçse me lejen e Zotit dhe nuk mund të jenë të pavarura nga vullneti dhe leja e Zotit. Çdo shkak e sjell pasojën veçse me caktimin dhe lejimin e Zotit. Kështu, Allahu, kur dëshiron, u mundson krijesave të shohin ndonjë thyrje të ligjeve shkak, pasojë, që ata të mos i lidhin zemrat me shkaqet dhe të harrojnë atë që i përcakton edhe shkaqet, edhe pasojat dhe ta bëjmë atë. Djalin e krijuar pa babashenj për njerëzit dhe mëshirë nga ne. Ky fëmijë do të jetë mëshirë dhe dhuruar nga Zoti për nënën e tij dhe për të gjithë njerëzimin. Megjithatë, edhe vetë fëmijën Zoti do ta mëshirojë. Mëshira e madhe e Zotit për Isain do të shfaqej në shpaljen që do t'i dhuronte atij, duke e bërë një ndër 5 profetët me të spikatur. Ndërsa mëshira për nënën e tij do të shfaqej në lëvdatat dhe famën e saj të madhe ndër njerëz, si dhe në modelin e përkryer të gruas së devotshme ndaj Zotit që ajo ofroi. Ajo do të jetë gjithmonë shembullim i mirë i grave të botës që adhurojnë Zotin. Ndërsa mëshira për njerëzimin shfaqet në faktin se dërgimi i profetëve është mirësia më e madhe që Zoti jep. Isai a.s. u dërgua mes njerëzve si profet, që tu përcillte fjalët e Zotit, t'i pastronte e nderonte ata dhe tu mësonte librin dhe urtësinë. Nëse ata do ta besonin e do t'i bindeshin, atëherë do t'u jepte lumturia në të dy ajetet. Kjo është punë e mbaruar. Isai ishte një vendim i Zotit që duhej të realizohej dhe të dilte në jetë. Tashmë kisha ardhur koha që ky vendim të realizohej, prandaj Gjibrili se i fryu Meriemës në hapësirën e këmishës së saj në krahëror. Dhe mbeti shtatson e u tërhoqme të barë në një vend të largët. Pasi mbeti shtatson, ajo u veçua në një vend të largët. Kur Meriemja mbeti shtatson me Isain, u druajt prej njerëzve dhe u largua prej tyre. Dhe mbjet e lindjes e detyruan atë që të vite trunguj një hurme. Tha ajo, as sikur të kisha vdekur para kësaj ngjarje dhe të isha harruar krejtësisht. Kur dhe mbjet e lindjes e mbështetën atë pranë trungut të një hurme, ajo tha, as sikur të kisha vdekur para kësaj e të isha harruar që moti. Kur i erdhën dhimbjet e lindjes, Meriemja qëndroi pranë një palme. Përveç dhimbjeve të lindjes, ajo po vuante mungesën e ushqimit, vetmin dhe fjalët që priteshin nga njerëzit. U tremb se ndoshta nuk do të tregonte durim, prandaj tha, sikur të kisha vdekur më përpara të isha harruar që moti. Pra, dëshiroj që të kishte vdekur më parë të ishte harruar. Ato ishin fjalë të dala në momente dhe mbije trupore e shpirtërore. Sigurisht në këto fjalë nuk kishte ndonjë mirësi për Meriemen. E gjithë mirësia e Zotit ishte pikërisht në atë që po i ndodhte dhe ishte përcaktuar për të. Dhe të rriti zërin në të, mos u pikëllo, se ty të ka dhuruar Zoti një krijesë dinjitoze. Por një zë i thiri nga poshtë. Urmës, mos u brengos. Zoti ju të bëri të rrejt pranë teje për ua. Pikërisht në këto momente, meleku filloi ta qetësonte shpirtin e saj të trazuar. Duke e ngushëlluar, i tha, mos u brengos. Zoti ju të bëri pranë teje të rrjedh një burim. Pastaj tha, shkon te trungun e palmës e do të pikin mbi ty hurmë të freskëta. Shkon te trupin e hurmës dhe do të bien hurma, të pjekura të freskëta. Arabe të freskëta plot lëng, të shishme dhe shumë të dobishme. E pi dhe bëhu e gëzueshme. Nëse vëren ndonjë njeri, ti thuaj, unë jam betuar në mëshiruesin se do të agjeroj për mbahem, e sot nuk do të flas me ask. Pi dhe qetëso. Në paqe. Pa hurma të njëma, piu i burimi, qetëso dhe lumturo me këtë fëmijë të mrekullueshëm. Kështu e qetësoi Zoti atë, përsa u përket dhimbjeve fizike të lindjes, uris dhe eqjes. Ndërsa në lidhje me dhimbje shpirtërore, që ja shkaktonin fjalët e njerëzve, Allahu i madhruar e udhëzoi që, nëse shihte ndonjë njeri, t'i ja bënte thjesht me shenjë nga foshja, duke i treguar se nuk mund t'i fliste, dhe nëse sheh ndonjë njeri thuaj, unë jam betuar të hesh për hir të të gjithëmshishmit dhe sot nuk i flas asnjë njeriu. Unë kam vendosur të hesh dhe të mos i flas askujt. Në atë kohë qëndrimi në heshtje ishte një adhurim i veçantë e ligjëruar. Allahu uroi që të bënte këtë lloj heshtje adhurimi edhe për një shkak tjetër, sepse ata nuk do të besojnë edhe nëse ajo do t'ua shpjegonte të vërtetë. Pra, biseda me ta do të ishte e padobishme. Allahu i madhëruar vendosi që ndëshmëria dhe delirësia e asaj gruaje adhuruese të sinqertë të mos demonstrojë me fjalët e saj, por nga një foshi që do të fliste mrekullisht nga djepi. Një gruaje e vigër që lind një fëmijë dhe thotë se fëmia nuk ka baba, çfarë do arsyetimi të sjellë, do të ishte e vështirë të pranohej nga njerëzit, edhe sikur të dinin qindra dëshmitar për pastërtinë e saj. Për këtë arsye, Allahu i madhruar zgjodhi që prova për këtë çështje të ishte diçka jashtëzakonshme, një mrekulli që njerëzit ta besojnë. Ai bëri që saj të fliste dhe dëshmonte që në djep. Dhe erdhi ajo Meriemi me të fëmijën te populli i vet, duke e bartë. Ata i thanë asaj,
o Merieme, ke bërë diçka të turshme. Duke e mbajtur atë, Isa në krah, shkoi tek të afërmit e vet. Pasi lindi fëmijën, Meriemja shkoi me guxim dhe ballxar tek familja e vet, sepse ajo ishte e bindur për dëlirsinë dhe ndeshmërinë e saj. Ata, kur e pan, ata i than, o Merieme, ke bërë një punë vërtet shumë të keqe. Kjo është diçka shumë e rëndë. Kështu, ata po aludonin për gjinohun e zinas, por Meriemja ishte e pastër nga ky aspekt. Ata i than me pas, o motra Harunit, babai yt nuk ka qenë njeri i keq, as nëna jote nuk ka qenë grua e korruptuar. O i motra Harunit, me sa duket, Meriemja kishte ndonjë vëlla që quhej Harun dhe është e vërtetë se atëherë u ngjisnin fëmijëve emra profetesh. Pra, këtu nuk është fjala për profetin Harun, vëllain e Musait dhe të birin e Imranit, sepse mes tyre ishte shekuj diferencë. Babai nuk ishte njeri i keq, as nëna jote nuk qe e pamoralshme. Prindërit e tu kanë qenë besimtarë të mirë, të drejtë, të pastër dhe të ruajtur nga ligësitë, sidomos nga ky lloj tupi. Si është mundur të mos u ngjosh atyre dhe të kryesh këtë vepër të shëmtuar? Pikçuditse në shumicën e rasteve, fëmijët u ngjajnë prindërve në vetët e mira dhe të keqia, prandaj ata u çuditën. Por ajo me qetësi u bëri me shenjë. Ajo e tregoi atij sajnë me gjeste pa bërze. Ata thanë, si ti flasim në fëmijës që është në djep. Por ajo u bëri shenjë për nga foshnja. Ajo u tha me shenjë folini fëmijës. Ajo u bëri me shenjë atyre, sepse u urdhërua nga Zoti që, nëse njerëzit i flisnin, tu thoshte atyre, unë kam vendosur të hesh për hir të të gjithëmshishmit dhe sot nuk i flas asnjë njeriu. Kur ajo u bëri shenjë që t'i flisnin fëmijës në djep, ata u çuditën dhe ata thanë, si mund t'i flasim atij që është foshi në djep. Pikçuditse kjo është diçka e jashtëzakonshme, se askush nuk flet në këtë moshë. Atëherë, Isaia që ishte një fëmijë djepi, u tha. Ai Isa i tha, unë jam robi i Perëndisë. Ai me ka dhënë librin dhe me ka bërë pejgamber. Ai Isa i tha, unë jam robi i Allahut. Isa ju paraqit atyre si rob dhe adhurues i Zotit. Në fjalët e para të tij drejtuar popullit, ajo tregoi se ishte thjesht një krijesë, rob dhe adhurues i Zotit dhe nuk kishte asnjë cilësi që ta bënte të meritueshëm që të adhurohej si Zoti apo që të ishte bij i Zotit. Allahu është i lartësuar, i delirë dhe i pastër nga trillimet e shëmtuara të krishterëve, që në fakt kundërshtojnë edhe vetë fjalën e Isait, kur tha, unë jam robi i Allahut. Edhe pse pretendojnë se janë pasues të Isait, në të vërtetë ata tregojnë se janë kundërshtarë të tij me këtë trillim. Pastaj Isa i tha, ai më ka dhënë mua librin dhe më ka bërë profet. Ai e ka përcaktuar të më japë mua librin. Isai u bëri të qartë se ishte vetë rob dhe adhurues i Allahut. Ishte Allahu ai që i kishte mësuar librin dhe e kishte bërë profet. Kështu e përshkruante Isai për veten e vet. Me ka bërë të lavdëruar kudo që të jem, dhe me ka rekomanduar që të bëj namaz dhe të jap zeqatin gjatë të rjetës. Me ka bërë të bekuar kudo që të jem. Në çdo vend dhe ku unë do të jem i bekuar e dobiprurës. Dobia e bekimit që përmendet këtu është mësimi i së mirës, ftesa e njerëzve tek e mira, si dhe ndalesa nga e keqja. Ftesa e njerëzve në rrugën e Zotit me fjalët dhe punët e mira është nga dhuratat me të bekuara që Zoti u jep njerëzve. Kështu, çdo kush e shoqëroi me Isai në mbulon të begatia dhe mbarësia. Ai vetë lumturohej me shoqërinë e Isait dhe me ka urdhëruar për namaz dhe për zekat sa të jem gjallë. Ishte porositur të përmbushte, së pari, detyrimet ndaj Zotit. Me i madhe detyrime është falja e namazit në formë të përkryer. Allahu i madhruar urdhëroi gjithashtu të përmbushte detyrimet ndaj njerëzve dhe me i madhe detyrim në këtë aspekt është dhënia e zekatit. Allahu e porositi që ta bënte këtë gjë gjatë gjithë jetës së tij. Isai patjetër që do ta zbatonte këtë porosje ashtu siç e kërkonte Zoti i madhruar. Me ka bërë bamirës ndaj nënësime e nuk me ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm. Me ka bërë të sjellshëm ndaj nënësime. Një porosi tjetër që me ka dhënë Zoti im është edhe mirësjellja maksimale ndaj nënësime. Unë do të bëj çdo gjë në këtë aspekt, sepse nëna ime gëzon një gradë të lartë dhe të lavdëruar te Zoti im. E si të mos ndodh kështu, kur ajo me ka lindur me vështirësi dhe është kujdesur për mua që në vogëli. E nuk me ka bërë mendje madhe as të padëgjueshëm. Nuk jam bërë kryenesh ndaj Zotit e arrogant para njerëzve. Nuk jam as shekien, pra, facin në dynja as në ahiret. Përkundrazi, Allahu me ka bërë të bindur, të përulur me respekt ndaj tij dhe modeste të ngrohtë me njerëzit. Allahu shkroi për mua lumturinë në këtë botë dhe në tjetrën. Kështu do të jenë edhe ata që më pasojnë mua në rrugën time. Pas gjithë këtyre përshkrimeve të lavdëruara e të plota tha: dhe le të jetë selam i shpëtimi mbi mua në ditën që kam lindur dhe në ditën që do të vdes dhe në ditën që do të ringjallem. Paqja e Allahut është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal. Prej varit i gjallë,
Me mirësinë dhe bujarinë e Zotit tim, mua më shoqëroi paqja që ditën kur linda, do të më shoqëroi ditën kur të vdes dhe ditën kur të ringjallëm. Me shoqëron gjithashtu edhe ruajtja e Zotit nga ligësia, shejtani dhe ndëshkimi. Kjo tregon se Isai do të jetë i sigurt edhe nga tmerret e ditës së gjykimit dhe nga vendi i ndëshkimit. Ai do të jetë nga banorët e vendit të paqes. Kjo ishte, nga ana tjetër, një shenjë e mrekullueshme se ai do të ishte profet dhe një adhurues i madh i Zotit. Ky është Isai, i biri i Meriemës. Tregimi i tij është fjalë e vërtetë për të cilën ata dyshojnë. Kjo është e vërteta për Isan, birin e Meriemës, për të cilën ata me kotra agatën polemizojnë. Ky ishte Isai dhe cilësitë e tij, për të cilat nuk duhet të ketë asnjë dyshim. Kjo është e vërteta për të e ardhur në librin e Allahut. Askush nuk ka fjalë më të drejtë dhe më të vërtetë se Allahu. Çdo fjalë e histori tjetër që thuhet për Isai ndryshe nga kjo këtu është e gabuar dhe trillim. Ato janë fjalë të bazuara thjesht në hamendësime dhe dyshime të hedhura pa asnjë lloj baze. Për të gjithë ata që trillojnë të tilla gjëra, Zoti thotë, ata hedhin dyshime. Shumë njerëz hamendsojnë të pasigurt, madje edhe polemizojnë me hamendësimet e tyre. Disa thonë se Isai është Zoti, të tjerë thonë i biri i Zotit, e të tjerë thonë është pjesë e Trinisë. I lartësuar qoftë Allahu nga shpifjet dhe trillimet e ignorantëve. Për Perëndin nuk është as afër mendjes të marrurit dik për fëmijë. Qoftë lavdëruar ai. Kur të vendos diçka, ai vetëm thot për të, bëu. Dhe ajo bëhet. Nuk i shkan. Madhështisë e Allahut që të ketë birë. I pastër është ai. Nga çdo mangësi. Nuk i shkan madhështisë e Allahut që të ketë fëmijë. Kjo është e pavërtetë, sepse Allahu është El Gani, i nevojtar, i pasur e i pavarur, ai është El Malik, pronari dhe sunduesi i të gjithçkaje. Atëherë, siç e mundet që ai të bëjë birë të vetin dikë që është krijesë dhe pronë të tij. Piçuditsa ai thotë, Subhane, pra, i pastër, i delirë e i lartësuar është ai nga përshkrimet e të paditurve që e bëjnë me fëmijë dhe me mangësitë e tjera. Kur ai vendos për një çështje, vetëm thotë, bëu. Dhe ajo bëhet. Nëse Allahu dëshiron diçka, e madhe apo e vogël qoftë, për atë ku nuk është e pamundur, por ai vetëm i thot asaj, po. Dhe ajo bëhet. Atëherë, duke qenë se në qiell dhe në tokë dhe në të gjithë gjithësinë zbatohet veç dëshira e vullnetit i Zotit, përse i duhet atij një fëmijë. Çdo gjë që e dëshiron ai arrin dhe e bën me vullnetin e tij, pa patur nevojë për fëmijë që të realizojë dëshirën e tij apo për të treguar dashurinë që ka për krijesat. Gjithashtu, duke qenë se Allah mjafton të thotë diçka e bëu, dhe ajo bëhet, nuk ka pse të duket çudi që Isai u krijua pa nevojën e një babai biologjik. Kjo ishte mrekulli e Zotit për të vërtetuar se Isai ishte profeti i tij dhe asgjë më tepër. Me pas Isai tha, dhe me të vërtetë Perëndia është Zoti im dhe Zoti juaj, andaj adhuroni vetëm atë. Kjo është ulla e vërtetë. Dhe Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, prandaj vetëm atë adhuroni. Kështu, Isai bëri të ditur se ai ishte thjesht një njeri, rob Zotin e shtruar dhe nevojtar për Zotin, si gjithë të tjerët. Ai tha se Allahu është krijuesi, sotruesi, kujdestari dhe furnizuesi që na ka krijuar të gjithëve dhe na formsoi ashtu si ai dëshiroi. Ndër ne vepron kujdesi dhe vullneti i Allahut. Çdo gjë ndodh me përcaktimin dhe dëshirën e tij. Duke qenë se ai ka në dorë të gjitha çështjet tona, ai duhet të jetë i vetmi i adhuruar me meritë, prandaj vetëm atë adhurojeni. Përkushtojani adhurimet vetëm atij, me sinqeritet të nënshtim. Me këto fjalë, Isai pohon të ujdin ububie dhe të ujdin uluhie. Ai argumentoi me të parin për vërtetësinë e të dytit. Kjo është rruga e drejtë. Kjo është rruga e drejtë dhe e saktë që të çon te Zoti. Kjo është rruga e të gjithë profetëve dhe pasuesve të tyre. Çdo rrugë tjetër të çon në humbje të thellë dhe larg nga e vërteta. Historia u përçan në mes veten në këtë. Mije për ata që mohojnë në të prezantuarit në ditën e madhe. Por grupet e kundërshtojnë njëri tjetrin. Rreth Isait. Pasi na qartësoi të vërtetën rreth Isait, birit të Meriemës, për të cilën nuk duhet pasur asnjë me dyshje, Allahu i madhruar na tregon për përçarjen dhe polemikat e shumta mes fraksioneve të humbura të judëve, të krishterëve që mbojnë qëndrime ekstreme në lidhje me Isain. Disa thonë se Isai është vetë Zoti, të tjerë thonë se është biri i Zotit, e të tjerë thonë se është i tretë i Trinisë. Ky është njeri ekstrem që e sheh Isain si për gradës njerëzore, ndërsa judet janë nga krahu tjetër i ekstremit. Ata nuk e njohin Isain si profet, madje shpifin duke thënë se ai ishte fëmijë i jashtëligjshëm. Por, sigurisht, të gjitha këto trillime janë fjalë boshe dhe të kota që burojnë nga hamendësimet e tyre pa dituri e argument. Ata bazohen ose në dyshime e keqkuptime, ose në inat dhe urrëtie. Argumentet që ata pretendojnë janë të kota dhe dyshimet që paraqesin janë qesharake. Të gjitha ato meritojnë kërcënien të ashpër, prandaj Allah thot me pas, mirë ata që nuk besuan se ç'kan për të parë në ditën e madhe.
Mirë të gjithë ata që mohojnë Allahun, profetin dhe shpalljet e tij, të bëjnë një det dhe krishterët, të cilët shpifin për Isajin, duke thënë fjalë që tregojnë mosbesim dhe fyerje për madhështinë e Zotit. Mirë ata se që kanë për të parë ditën e madhe. Ajo është dita e Kiametit, të cilën do ta jetojnë e dëshmojnë të parët dhe të fundit, banorët e qiellve dhe të tokës, pra, të gjithë krijesat. Ajo është dita e tronditjeve të mëdha dhe e tmerrit të papërshkrueshëm. Atë ditë do të bëhet llogaritja e punëve dhe shpërblimi sipas tyre. Atëherë do të shfaqet qartë gjithçka që mbani fshehur në zemër ose që e shfaqnin aptazi. Çka do të dëgjojnë e do të shohin atë ditë kur do të vinte ne, por sot sullumçarët janë në humbjet e madhe. Sa mirë do të dëgjojnë dhe do të shohin ata ditën kur do të vinte ne. Sa mirë do të shohin dhe do të dëgjojnë ditën kur do të dalin para nesh, ata që nuk donin ta dëgjonin dhe të shihnin të vërtetën në këtë jetë. Atë ditë, ata do të pojnë se ishin mohues të së vërtetës dhe se ishin idhujtar. Ata do të thonë, Zoti ynë, tani pam dhe dëgjuam. Na kthe edhe një herë që të bëjmë veprat e mira. Tani ne jemi tërësisht e bindur. Sejdë 12. Ditën e gjykimit do të jenë shumë të sigurt për gjendjen e tyre të keqe dhe për padrejtësitë që kanë bërë në dynja. Por sot, në këtë jetë keqbërësit janë në humbje të thellë. Ata nuk kanë asnjë lloj justifikimi e arsyetimi për humbjen e vetvetes. Ata janë dy lloj njerëzish, një. Ata që njihnin të vërtetën dhe pengonin njerëzit nga ajo. Ata që kanë devijuar nga e vërteta dhe e kanë plotësisht mundësinë për ta njohur të vërtetën, por janë të vetëkënaqur me të kotën dhe punët e ligat e tyre, prandaj nuk përpiqen as pak për të njohur e kuptuar të vërtetën dhe për të bërë dallimin mes saj dhe të kotës. Mendo pak se si Allahu thotë, të mjerët ata që nuk besojnë, se ç'kan për të parë ditën e madhe. Kjo vjen pas fjalës, por grupet patën kundërshtime mes njëri tjetrit. Zoti nuk tha mirë ata që patën kundërshtime, sepse kështu do të përfshinte në kërcënien të gjitha grupet që debatuan rreth Isait, mes të cilëve është edhe grupi që thotë të drejtën. Ata që thonë se Isai është thjesht robi i Allahut dhe profeti i tij janë besimtarë të vërtetë dhe nuk i përfshin kërcënimi. Allahu veçon me kërcënim vetëm mohuesit. O Muhamedi, paralajmëroi ata me ditën e pikëllimit, kur merr fund dhënia e llogarive, e ata janë të pakujdesshëm dhe nuk besojnë. Paralajmëroi ata për ditën e dëshpërimit, kur çdo çështje të ketë marrë fund. Ata janë të pavëmendshëm dhe nuk besojnë. Jemi ne ata që e trashëgojnë tokën dhe gjithçka në të dhe te ne do të kthehen të gjithë. Paralajmërimi është njoftimi për diçka të frikshme o fatkeqësi, shoqëruar edhe me qortin dhe këshill për të ruajtur, duke treguar edhe detaje të rrezikut. Ajo që e meriton më shumë që njerëzit t'i friksohen është dita e dëshpërimit të madh, kur do të vendoset çdo çështje përfundimisht. Ajo është dita kur të parët dhe të fundit do të tubohen në një vend së bashku dhe do të merren në pyetje për veprat e tyre. Ata që kanë besin të pastër e të saktë dhe ndjekin profetët e Zotit, aty do të fitojnë një lumturi të përjetshme, që kur nuk do t'u largohen nga shpirti. Ndërsa ata që nuk besojnë Allahun dhe nuk ndjekin profetët dhe shpalljet, ata do të fitojnë një dëshpërim që nuk do t'u shiten nga shpirti. Ata nuk do të shohin me gëzim dhe do të humbasin veten dhe familjet e tyre. Ata do të dëshpërohen, do të çopetohet shpirti dhe do t'u lëngojnë zemrat. E ku ka dëshpërim më të madh se ai atij që privohet nga kënaqësia e Allahut dhe mirësitë e xhenetit e tij. Piçodit se kush është me fatkeq se ai që mbulohet nga zemërimi i Zotit dhe që do të ketë zjarrin si vendbanim të përhershëm. Piçodit se edhe sikur të kërkojë të kthehet në dynja për të nisur nga e para për t'u bërë besimtar i mirë, kjo do të jetë e pamundur. Kjo gjendje e pashpresë do t'i japë vuajtjet e papara. Kjo gjë i pret, ndërsa ata vazhdojnë të jenë tërësisht të pakujdesshëm dhe as nuk e çojnë në përmend këtë kërcënim. Edhe nëse e mendojnë ndonjë çast, ai është thjesht kalimtar dhe nuk arrin t'i zgjojnë nga gjumi i rënd i pakujdesisë. Ata janë tërësisht të dehur ose në gjumë, prandaj nuk besojnë Allahun dhe nuk i pasojnë profetët e tij. Kjo botë me bukuritë dhe angazhimet e saj i ka përpir tërësisht. Mes tyre dhe besimit të vërtet qëndrojnë dëshirat e shfrenuara për kënaqësitë mashruese dhe të përkohshme tek kësaj bote. Dynjaja dhe gjithçka e saj, nga fillimi deri në fund, do të zhduket. Njerëzit do të largohen nga kjo jetë dhe gjithçka do t'i mbesë trashëgim Allahut. Të gjithë do të kthehen tek Allahu dhe ai do t'i shpërblej për çfarë kanë bërë në këtë jetë. Ai do t'u nxjerrë në sheshe do t'u tregojë se çfarë kanë fituar dhe çfarë kanë humbur. Kush ka bërë mirë, le të lavdëroj e falënderoj Allahun, në të kundërt të mos shërtoj asnjë tjetër, veç vetvetes. Na, me të vërtetë, e trashëgojmë tokën dhe gjithçka gjendet në të dhe ata do të kthehen te ne. U tefsiru sure Meriem, ajet 39. O Muhamedi, përmenden në libër Kurani Ibrahimin. Ai ka qenë njeri i sinqertë dhe pejgamber. Kurani është libri më i mirë dhe më i lartë. Ai është quajtur libri i qartë dhe kujtim i urtë. Thënjet e tij janë të vërteta dhe të sigurta.
Urdhëresat e ndalesat e tij janë me të drejtat dhe me të dobishmet. Premtimet dhe kërcënimet e tij janë me të vërtetat dhe të sigurtat që tregojnë me së miri për urtësinë, drejtësinë dhe bamirësinë e Allahut. Përmendja e profetëve në këtë libër është më e plota dhe më e kompletuara se çdo prezantim që u bëhet atyre nga librat e tjerë. Në Kur'an do të shohësh që në shumë raste Allahu i përsëriti historitë e profetëve të cilët i dallojnë mbi të tjerët, u angriti gradat dhe i ndihmoi në çështjen e tyre. Ai na i tregon historitë e profetëve dhe na tregon se ishte në ndihmë të tyre pikërisht për shkak të adhurimit që ata i përkushtonin atij dhe dashurisë që kishin për të. Ata gjithmonë ktheheshin te Zoti dhe përpiqeshin të përmbushnin detyrimet ndaj tij. Por ata, gjithashtu, ishin njerëzit me të përkushtuar për të përmbushur detyrimet ndaj njerëzve dhe për t'i ftuar ata në adhurimin e Allahut. Ata ishin njerëzit me durimtar në këtë mision. Ata arritën gradat më të larta dhe më të ladhrueshme të imanit dhe do të jenë në gradat më të larta të xhenetit. Në këtë sure, Allahu përmend historinë e disa profetëve dhe urdhëron profetin Muhamet që t'ua kujtojë ato njerëzve, sepse në to lartësohet e përlevdohet shumë Allahu, por levdohen dhe den e pa edhe vlera dhe rëndësia e profetëve të tij. Në këtë mënyrë den e pa bamirësia e madhe e Allahut për ta. Kështu, njerëzit nxiten për t'i besuar profetet, për t'i dashur ata, për t'i marrë si shembull dhe për të pasuar rrugën e tyre. Përmendjen në libër, Kurani Ibrahimin, ai që i vërtet njeri i sinqert dhe profet. I zgjedhur. Allahu i madhëruar i fali dy mirësi, profetësinë dhe cilësinë e sinqeritetit. Sidik është ai që shuhet për sinqeritet dhe qitërsi. Ai është i vërtet dhe i qitër në fjalët, punët dhe në gjendjet e tij. Ai është i sinqert dhe i plot në besimin e gjithçkaje që është urdhëruar ta besoj. Por diçka e tillë është e mundur veç duke pasur një dituri të madhe që ka hyrë thellë në zemër duke futur në të sigurinë e plot tek Allahu, dituri e cila sjell me vete vepra të mira dhe të përkryera. Ibrahimi është më i miri i profetëve pas Muhamedit ose. Ai është babai i të gjithë profetëve pas Ademit dhe Nuhut. Allahu na tregon se kufizoi profetësinë dhe shpaljen veçën e pasardhësit të Ibrahimit. Ky profet i madh i ftoi krijesat në rrugën e Allahut dhe tregoi një durim të pashëmbullt kundrejt dhimbjeve dhe torturave që i shkaktuan. Ai i ftoi të afërmit dhe të largëtit dhe u përpoq shumë në udhëzimin e të atit me të gjitha rrugët që kishte mundësi. Allahu na tregon përpjekjet e shumta të përsërituara të tij me të atin, si në vijim, kur i ka thënë babës së tij: "O baba im, përse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh, as që mund të sjellë ndonjë dobi." Kujto kur ai i tha të atit: "O baba im, përse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh dhe nga i cili nuk ke asnjë dobi." Duke e këshilluar që të hiqte dorë nga adhurimi i idhujve, Ibrahimi i tha te atit plot ngrohtësi, edukate mirësjellje: "O baba im, pse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh dhe as nuk ke dobi prej tij? A nuk e sheh që putat kanë cilësi dhe atribute të mangëta? Ata nuk dëgjojnë, nuk shikojnë dhe nuk kanë në dorë as dëm as dobi, as për veten as për adhuruesit e tyre." Ky ishte një argument i qartë që tregonte se adhurimi i diçkaje të mangët është vepër e shëmtuar dhe e papranueshme, si nga ana logjike, ashtu edhe nga argumentet fetare. Me këto fjalë, Ibrahimi dha edhe një mesazh tjetër të nënkuptuar: meriton të adhurohet vetëm ai që është absolut dhe i plot në të gjitha emrat, cilësitë dhe veprat e tij. Çdo mirësi që u vjen robërve është dhuratë prej tij dhe çdo shpëtim nga e liga është mëshirë e tij. Ai është Allahu i lartësuar dhe i vetëm. O baba im, mua më ka ardhur një pjesë e dijenisë që të ka munguar ty, andaj më paso mua dhe unë do të udhëzoj në rrugën e drejtë. O baba im, mua më është dhënë një dituri që nuk të është dhënë ty. O baba im i dashur, mos më shi me nënçmin dhe të thuash që unë jam fëmia e yt dhe se ti di gjëra që unë nuk i di. Përkundrazi, mua më ka dhënë Zoti dituri që nuk ta ka dhënë ty. Të gjitha këto fjalë kishin si qëllim, prandaj më ndiq se unë të udhëzoj në rrugë të drejtë. Pasom në rrugën dhe besimin tim që të udhëzohesh në rrugën e drejtë, e cila është adhurimi i Allahut si njëi vetëm dhe i pashoq dhe bindja ndaj tij në çdo gjendje. Këtu vërehet një butësi në të folur dhe në përzgjedhjen e fjalëve. Ibrahimi asa nuk i tha: "O baba, unë jam dietar dhe ti je ignorant." Ose ti thoshte: "Ti nuk di asgjë, por ju drejtua me një mënyrë që mund të nënkuptuaj, edhe ti, edhe unë kemi dituri, por dituria që më është dhënë mua nuk të është dhënë ty, prandaj duhet të mendohesh pak dhe të bësh zgjedhjen e duhur, duke ndjekur argumentin dhe diturinë." O baba im, mos adhuro djallin, me të vërtetë, djalli është i padgjushëm ta mëshiruesit Perëndisë. O baba im, mos adhuro shejtanin sepse shejtani është kundër të gjithë mëshirshmit. Çdo kush që nuk adhuron Allahun është bërë adhurues i shejtanit, sikurse ka thënë Allahu: "O bijtë e Ademit, a nuk ju kam paralajmëruar që të mos adhuroni shejtanin, se me të vërtetë ai është armiku juaj i hapur dhe që të më adhuroni vetëm mua. Kjo është rruga e drejtë. Vërtet, ai ka devijuar shumë breza prej jush. Vallë, a nuk po mendoni?" Jasin 60, 60 edi.
Me pas thot, sepse shejtani është kundërshtari të gjithë mëshirshmit. Çdo kush e ndjek kapat e shejtanit, në fakt e ka bërë atë si mikun e vet dhe, nga ana tjetër, është bërë i pabindur ndaj Zotit, ashtu si shejtani i mallkuar. Vërej me kujdes se si Allahu ka përdorur emrin e tij Rahman, i gjithë mëshirshmi, për të treguar se ndaj kujt tregohet njeriu i pabindur. Ky është një tregues shumë i fortë, që në ajet e kuptojmë se ai që nuk i bindet Allahut, po shtërsitë e gjinohet e tij do ta ndalojnë dhe do ta privojnë nga mëshira e Allahut, sepse do t'i mbyllën dyert asaj. Ndërsa nga ana tjetër, bindja dhe adhurimet kushtuar Allahut konsiderohen si shkaqet më të forta për të arritur mëshirën dhe bujarinë e tij. O baba im, unë druaj se mos do të të vi dënimi nga mëshiruesi e do të bësh shok i djallit. O baba im, unë kam frikë se do të të godas ndonjë dënim prej të gjithë mëshirshmit e kështu do të bëhesh mik me shejtanin. Për shkak të këmbënguljes tënde për të vazhduar në mosbesim dhe në kalimin e kufive, kam frikë se do të të godasin këto dy fatkeqësitë e mëdha, dënimi i Allahut dhe shndërrimin e mikut të shejtanit. Kështu do të bëhesh palë me shejtanit në dynja dhe në ahiret. Do të ulesh në atë gradë të shëmtuar dhe do të zvaritesh i pashpresë në ato skuta të errta e të frikshme. Vërej me kujdes se si vazhdoi Ibrahimi aset në ftesën e të atit shkallë. Fillimisht i foli për ditërinë që ishte dhënë dhe se njeriu duhet të pasojë faktet dhe ditërinë. Me pas e përgëzoi, duke i thënë se, nëse e pasonte, do të gjente rrugën e drejtë. Pastaj e këshilloi që të largohej nga adhurimi i shejtanit dhe i tregoi për dëmet që sjell kjo vepër. Pastaj e kërcënoi dhe paralajmëroi për ndëshkimin e Allahut dhe zemërimin e tij, nëse vazhdonte në rrugën e humbjes. I tregoi se kështu do të bëhej mik dhe palë me shejtanin, gjë kjo që të privon nga mëshira dhe falja e Zotit. Por kjo lutje nuk i vleti këtij njeriu, i cili ktheu një përgjigje prej ignoranti. Babai Ibrahimit tha: "O Ibrahimi, ti vallë po shmangesh nga zotrat e mi. Nëse nuk rënohesh nga kjo, unë do të mbys ty me gur, andaj largohu prej meje për një kohë të gjatë." Ai babai tha: "Ti po urën zotat e mi, o Ibrahimi." Ai filloi të lëvdoi me idhujt e vet dhe e çortoi Ibrahimin që i refuzonte ata. Sigurisht që ky ishte treguesi i ignorancës së thellë dhe i mohimit të tij. Ai lëvdoi me idhujt e tij dhe madje ftonte në adhurimin e tyre. Me pas, ai e kërcënoi të birin, duke i thënë: "Nëse nuk dalesh do të vras me gur. Nëse nuk ndalon se fyri idhujt e mi dhe nëse nuk rish se ftuari mua në adhurimin e Allahut, atëherë do të vras me gur." Pastaj e dëboi të birin, duke i thënë: "Tani largohu prej meje për një kohë të gjatë. Largohu prej meje e mos të shoh për një kohë të gjatë." Sidoqoftë, i dashuri i Ramanit i përgjigj ashtu siç dinte të përgjigjen robërit e Ramanit kur i drejtohen ignorantët me fjalë të rënda. Ai as e ofendoi as u zëmërua, por bëri durim dhe nuk i kundërvu babait me të njëjtën monedhë. Me butësi dhe dëshirë të mirë për ta udhëzuar, Ibrahimi Ibrahimi tha: "Shpëtimi qoftë mbi ty. Do t'i lutem Zotit tim që të falë ty. Me të vërtetë, ai Perëndia është i mirë ndaj meje pa mas." Ai Ibrahimi tha: "Paqja qoftë mbi ty. Prej meje do të kesh veç paqe dhe siguri. Nga unë nuk do të shohësh asgjë të keqe, veç selamit e mirësjelljes. Madje, unë do t'i lutem Zotit tim të të falë ty. Unë do të vazhdoj ta lutem Allahun që të të udhëzoj dhe të të falë. Do t'i lutem të të udhëzoj në Islam, që të bëhet e mundur falja e gjinave të tua. Ai Allahu kujdeset gjithmonë për mua. Allahu është i mëshirshëm e shumë i dashur me mua. Ai e di gjendjen time dhe kujdeset për mua." Kështu do Ibrahimit që ta luste Zotin për ta udhëzuar baban e tij dhe për ta falur atë, por kur i bëhe qartë se atë ishte tashmë armik i Allahut dhe atij nuk i bënte dobi asgjë, të ruaj nga kërkimi i faljes për të dhe u distancua tërësisht prej tij. Allahu na ka urdhëruar që të pasojmë fenë e pastër dhe monoteiste të Ibrahimit a.s. Ai na porosi që të ndjekim rrugën dhe metodologjinë e tij në davetin e njerëzve në fenë e Allahut, me dituri, urtësi, butësi e ngrohtësi. Le të ndjekim shembullin e tij. Pra, shkallë e hap pas hapi, t'i ftojmë njerëzit që të mësojnë me lehtësi e mirësi fenë e Zotit. Gjithashtu, le të bëjmë durim ashtu siç bëri durim Ibrahimi. Ai kur nuk ligështohej dhe nuk i humbiste shpresat, por me këmbëngulje vazhdonte davetin. Ibrahimi ishte durimtar i pashembull në çdo mundim që i jepni njerëzit, qoftë me fjalët, qoftë me veprat e tyre. Përballë këtyre vuajtjeve e mendimeve, ai fate tolerante dhe tregonte mëshirë e butësi. Dhe u lejuve dhe të gjithë ata që adhurojnë tjerë zotra, pos Perëndis, unë do të adhuroj Zotin tim. Shpresoj se nuk do të jeti papranueshëm të adhuruarit e Zotit tim. Unë po largohem prej jush dhe prej asaj që ju adhuroni përveç Allahut. Unë do të largohem nga ju dhe idhujt tuaj dhe do t'i lutem Zotit tim. Ai do t'i lutej Allahut me të dyja mënyrat, me duan e adhurimit dhe duan e kërkesës, dhe shpresoj se me lutje drejtuar Zotit tim nuk do të jemi humbur. Shpresoj që Allahu të më lumturojë me lutjet e mia dhe me pranimin e veprave të mia.
Kështu duhet të veprojë çdo kush që nuk shpreson se njerëzit do t'i përgjigjen ftesës së tij dhe bindet se ata do të pasojnë epshet e tyre, pa u bërë as në dobi qortimet e paralajmërimit. Nëse vazhdojnë të kotën në shkeljen e kufive të Zotit, atëherë të largohet prej tyre dhe të merret me rregullimin e vetes përmes luqeve e veprave të mira, duke shpresuar që Zoti t'i ja pranojë ato. Gjithashtu, le të largohet dhe të distancohet nga ligësia dhe të ligjit. Ndarja e njeriut nga Ateu, njerëzit dhe familja e vet është e përveshtirë për shumë shkaqe që dihen. Megjithatë, kush praktikon diçka për hir të Zotit, ta di se Zoti do t'i zëvendësojë me diçka më të mirë se ajo që le. Për këtë arsye, Allahu thot me pas, shije, Pekarin 186. Kur i la ata që adhuronin zotra tjerë, përpos Perëndis, na i adhuruam atij Isakun dhe Jakubin dhe që të dy i bën pejgamber. Pasi u largua prej tyre dhe prej asaj që ata adhuronin përveç Allahut, ne i dhuruam atij Isakun dhe Jakubin dhe që të dy i bën profet. Allahu i dhuroi pasardhës të mirë, të cilët i bëri profet të dalluar në botë, duke u dhënë shpalljen. Dhe na, ata i dhuruam nga mëshira jon dhe bëm që ata, me të vërtetë, të ladhërohen me mirësi. Dhe të gjithë atyre u dhon të mira nga mëshira jon. Zoti do t'i dhuronte Ibrahimit dhe dy bijve të tij shumë begati prej mëshirës së tij, si për shembull, ditëria e dobishme, veprat e mira, pasardhës të shumtë të përhapur, mes të cilëve do të dilnin shumë profet dhe shumë besimtarë të mirë. Për ta Zoti thot, dhe i bëm që të kujtohen gjithmonë për mirë. Ndër edhe kjo ishte pjesë e mëshirës që u dhuroi. Allahu i ka premtuar çdo vepër miri se do ta bëjë me emër të mirë ndër njerëz, në varësi të mirësisë e besimit të tij. Këta janë ndër më të shuarit dhe krerët e besimtarëve të mirë, prandaj Zoti e prapi famën e tyre me lajmin e vërtetë dhe të saktë. Ata do të kujtohen përherë nga melekët që rrajnë krahët. Me dashurinë dhe lëvdatat për ta janë mbushur zemrat e besimtarëve të mirë, që vazhdimisht i kujtojnë me gojën e tyre. Ata do të jenë gjithmonë modeli i përkryer për ata që din të marrin mesim. Ata do të vazhdojnë të kujtohen në çdo epokë, dhe kjo është mirësia e Allahut që ja jep kujt të dëshirojë. Allahu jep mirësi të mëdha dhe përmendeu Muhamedi në libër Kurani Musajn. Me të vërtetë, ai ishte i sinqertë dhe ishte pejgamber, lajmëtar. Përmendju në libër dhe Musan. Kujtoj në Kurani madhështor Musajn të birin e Imranit. Kujtoj atë profet të lavdëruar e të nderuar, ashtu siç ka qenë të vërtetë. Kujtoj atë profet të zgjedhur duke treguar gradën dhe moralin e tij të lartë. Ai ishte nga të zgjedhurit e Zotit dhe ishte i dërguar dhe profet i dalluar. Ky ajet lexohet në dy mënyra. 1. Ai ishte mulesan, që do të thotë se Allahu e zgjodhi dhe e dalloi Musajn mbi të gjithë botën. 2. Ai ishte mulisan, që do të thotë se Musa ishte i sinqert me Allahun e madhëruar në të gjitha veprimet, fjalët dhe qëllimet e tij. Të dyja kuptimet e përfshin njëra tjetrën. Kështu, Allahu e zgjodhi dhe dalloi Musajn për shkak të sinqeritetit të tij. Dhe, nga ana tjetër, Musa u bë i sinqertë, sepse Allahu e zgjodhi dhe e mëshiroi duke i falur këtë sinqeritet. Cilësia më e mrekullueshme e njeriut është sinqeriteti që tregon ndaj Zotit dhe veçimi që Zoti i bën atij me këtë cilësi. I tillë ishte Musa. Ai ishte gjithashtu profet e lajmëtari i Zotit. Ai ishte resul dhe nebi. Resuli është ai që është urdhëruar të përcjellë fjalët, mesazhin dhe ligjin e Zotit, siç është të mëdha, ashtu edhe ato më të voglat. Ndërsa nebi ose lajmëtar është ai që Allahu i shpall atij. Pra, Nubu u është mes tij dhe Allahut, ndërsa Visali është mes tij dhe krijesave të Zotit. Musa ishte nga ata që Zoti e dalloi me mënyrën më të lartë të shpalljes, duke i folur drejt për drejt dhe duke e afruar. Kjo ishte veçoria e Musait mes gjithë profetëve të tjerë, prandaj edhe u quajt Kelimu. Raman, ai të cilit i foli Ramani. Ndryshimi mes Resul dhe Nebi. Dietarët kanë dhënë 3 mendime kryesore. 1. Resul është ai që i është shpallur një ligj dhe është urdhëruar për ta komunikuar e transmetuar ndër të tjerë. Ndërsa nebi është ai që i është shpallur ligj, por ende nuk është urdhëruar për ta komunikuar e transmetuar. 2. Resul është ai që është dërguar nga Zoti me ligj të ri, ndërsa nebi është ai që zbaton sheriatin e një profeti paraardhës. 3. Resul është ai që është dërguar në një popull qafirësh, mosbesuesish, ndërsa nebi është ai që është dërguar në një popull besimtarësh. Te bijtë e Izraelit kishte bija, sepse ata u dërguan në popullin e Jakubit, që ishin besimtarë. Sa herë që vdiste një nebi, vinte një nebi tjetër. I pari Resul ishte Nuhu Ase, sepse ai u dërgua mes një populli idhujtar e mohës, ndërsa Ademi Ase u dërgua në një popull besimtar. Mbase ky është mendimi më i saktë. Allahu e di më mirë. Dhe na e kemi thirrur atë Musajn në anën e djathtë të Turit dhe e kemi afruar atë në bisedë pa ndërmjetësim. Ne e thirrëm atë nga ana e djathtë të Turit Sinait.
Zoti e thiri atë nga ana e djathtë e malit Tur, që ishte i bekuar e plot mirësi, sikurse thuhet në një ajet tjetër, kur arriti atje te zjarri, ju tha, i bekuar është ai pranë zjarrit dhe ata përreth tij. I lavdëruar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Ne mëltet pik dhe afruam për t'i folur nga afër. Fjala Negjia do të thotë se Allahu i foli me një zë të ulët dhe të afërt, ashtu siç u flet Allahu të dashurëve dhe të zgjedhurët e tij. Ajeti është argument se Allahu flet me mënyra të ndryshme me Nida, që është zëri i lartë, dhe me Negjia, që është zë i ulët. Kështu besojnë e Elusunep u gjemat, ndryshe nga grupet e humbura, që e mohojnë faktin që Allahu flet, siç janë xhemit, mutezilit dhe ata që ndjekin në rrugën e tyre. Një nga mirësitë dhe nderimet më të mëdha të Musait ishte në lidhje me vëllain e tij Harunin. Ai i lut Zotit që ta përfshinte edhe Harunin e çështjen e tij, duke e bërë edhe atë profet. Allahu ju përgjigj lutjes së Musait dhe tha: "Dhe i dhuruam atij, nga mëshira jon, që vëllai i tij, Haruni të jetë pejgamber. Nga mëshira jon i dham, si ndihmëtar edhe vëllain e tij Harunin, gjithashtu profet." Shfalja e Harunit si një bij ishte për të ndjekur dhe ndihmuar Musajin si profet, dhe përmendeu Muhameti. Në libër Kurani, Ismailin. Me të vërtetë, ai plotësonte premtimin e dhënë dhe ka qenë pejgamber, lajmëtar. Përmendju në libër edhe Ismailin. Kujtoi në Kur'an edhe këtë profet të madh, nga i cili rodhi edhe populli arab, më i miri popull, nga i cili do të lindte zotëria e të bijve të Ademit, Muhamedi as. Ai që shumë besnik në premtime dhe ishte i dërguar dhe profet. I dalluar. Çdo premtim me fjalë që jepte, ai e mbante. Këtu bëhet fjalë qoftë për premtimet e dhëna Allahut, qoftë për premtimet e dhëna njerëzve. Kështu P.Sh. Ismaili premtoi se do të bënte durim Kuriati, Ibrahimi duhej ta bënte atë kurban, sipas urdhrit të Zotit, dhe ai e mbajti fjalën, duke u treguar durimtar. Ismaili duroi sprovën më të madhe që mund t'i ndodhë njeriut, sprova e vdekjes. Ai tha: "O baba im, bëja që urrërohesh dhe, nëse do Allah, ti do të shohësh që do të jem durimtar." Në këtë mënyrë, Ismaili e lejoi tatin që të ekzekutonte urdhrin e Zotit. Pastaj, Allahu e përshkrua në Ismailin si profet dhe lajmëtar. Nuk ka dyshim se kjo është mirësia dhe grada më e lartë që Zoti i dhuron njeriut. Ata të cilëve Zoti u dhuroi profecinë janë niveli më i lartë i njerëzimit dhe lloji më i zgjedhur i krijesave. Me pas, Allahu e përshkruan Ismailin me një cilësi të veçantë dhe shumë të bukur, dhe urdhëronte popullin e vet që të bëjnë namaz dhe të japë zakatin dhe arriti kënaqësinë te Zoti i vet. Ai e urdhëronte familjen e vet për të falur namazin dhe për të dhënë zakatin. Ai kujdesej që edhe familja e tij të zbatonte porositë e Allahut. Ai urdhëronte për namaz që ata të kishin të plot sinqeritetin për të adhuruar Allahun. Ai urdhëronte anëtarët e familjes edhe për zakatin, që ata të ishin bamirës edhe ndaj krijesave të Zotit. Në këtë mënyrë, Ismaili jo vetëm që plotësoi vetveten, por përpiqej të rregullonte edhe të tjerët, duke filluar nga familja e të afërmit, të cilët ishin njerëzit me të dashurt e tij dhe për të cilët kishte më shumë detyrime se sa për të tjerë dhe Zoti ishte i kënaqur prej tij. Allahu ishte i kënaqur me Ismailin asë, sepse ai përpiqej dhe punonte shumë që të kënaqte Allahun. Allahu kënaq me të dhe e bëri prej robërve adhurues dhe të dashurve të tij me të afërt. Dhe përmendeu Muhameti. Në libër Kur'an Idrisin, ai ka qenë njeri shumë i sinqert dhe lajmëtar. Përmendju në libër edhe Idrisin. Kujtoje në Kur'an edhe Idrisin, duke përmendur cilësitë dhe veprat e tij të mira dhe të sinqerta. Ai ishte njeri i sinqert dhe profet. I nderuar. Allahu bashkoi tek ai sinqeritetin dhe profetësinë. Idrisi ishte sidik, pra, ishte i sinqertë, me besim të plotë të patundur te Zoti, me detyrit të madhe dhe të plotë rreth shpalljes, me sigurinë në premtimin e Zotit dhe me veprat e mira. Veç këtyre, Zoti e dalloi Idrisin duke i dhuruar shpalljen, duke e zgjedhur për ta bërë profet të denjë për të mbartur shpalljen e tij. Prandaj thot me pas: "Dhe ne e kemi ngritur atë në vend të lartë." Ne e ngritëm atë në një gradë të lartë. Zoti e lartësoi kujtimin e tij në botë. Idrisi është i lartë në gradën tek Zoti i madhëruar dhe i nderuar ndër njerëz. Këta janë ata pejgamber, të cilëve Perëndia u dhuroi dhuntit nga pasardhësit e Ademit dhe të atyre që ne i patëm ngarkuar në anije me nunën nga pasardhësit e Ibrahimit dhe të Israelit, që ne i patëm udhëzuar dhe i patëm zgjedhur. Kur t'ju lexohen ajetet e Perëndis, mëshiruesit, bie me fytyrë për tokë, duke bërë sejdë dhe çajin. Pasi foli për të gjithë këta profetë lajmëtar të nderuar, që ishin prej me të zgjedhurve, Allahu i madhruar thot: "Këta ishin ata që Allahu i dalloi nga profetët pasardhës të Ademit, këta janë ata të cilët Allahu i begatoi me një mirësi që nuk mund të arrihet nga askush." Ai u dhuroi atyre profecinë e shpalljen. Këta ishin edukatorët,
për të cilët Allah na ka urdhëruar që të lutemi e të themi në çdo rekat namazi, na udhëzo në rrugë të drejtë, në rrugën e atyre të cilët i begatove, e jo në rrugën e atyre që merituan zemërimin dhe as në rrugën e të humburve. Fatia 6:7. Këta janë ata që Allahu i begatoi me të mira. Allahu na ka premtuar se, nëse i bindemi atij, atëherë do të jemi në shoqërinë e këtyre të lumturve e të zgjedhurve, kushto që i bindet Allahut dhe të dërguarit, do të jetë me ata të cilëve Allahu ka dhuruar mirësitë e shumta, me profetët, me të sinqertët, me dëshmorët dhe me vepërmirët. Sa shok të mirë janë ata. Ky është shpërblimi që vjen prej Allahut dhe mjafton që Allahu di gjithçka. Nisa 69 pik pasardhës të atyre që i patën bartur. Në anije bashkë me Nuhun, disa profetë ishin pasardhës të Ademit dhe të atyre që i bartën në anije me Nuhun. Të tjerët që erdhën me pas ishin pasardhës të Ibrahimit dhe të Jakubit. Israelët dhe prej atyre që i uzuam dhe i bëm të zgjedhur. Këto ishin shtëpitë më të mira në botë, që Zoti i zgjodhi, i dalloi dhe lartësoi mbi të tjerët. Të gjithë këta të zgjedhur, kur u lexoheshin ajetet e Rahmanit, binin në sejdë. Ata shprehin mirënjohje dhe përulësi, sepse në shpalljet e Zotit ata gjenin lajme rreth çështjeve të fshehta dhe rreth atributeve të Allahut, që di çdo të fshehtë. Atje përshkruhet dita e gjykimit, premtimet dhe kërcënimet e Zotit. Kur atyre u lexoheshin ajetet e Zotit, ata binin në sejdë dhe qanin. Ata nënshtroheshin dhe shprehin bindjen e plot ndaj ajeteve të Allahut me shpresë dhe respekt. Shpalja ndikonte fort në zemrat e tyre, duke u forcuar imanin. Zemrat u mbusheshin me frikë e me shpresë, ndërsa syt u mbusheshin me lot. Ashtu i shprehin Zotit pendimin e sinqert dhe kërkonin falje e mëshirë. Ata binin në sejdë për të adhuruar Zotin e tyre. Ata ishin ndryshe nga të tjerët që, kur dëgjonin ajetet e Zotit, beheshin të shurgër e të verbër. Vërej me kujdes. Allahu thotë ajetet e Rahmanit për të na treguar se shpalljet janë treguese të mëshirës dhe bamirësisë së tij për njerëzit. Përmes këtyre ajeteve, ai u tha drejt së vërtetës u hap syt njerëzve për ta parë qartat. Me shpalljen, Allahu i shpëton ata nga humbja dhe devijimi. Nëpërmjet shpalljes, ai u jep diturinë saktë të dobishme dhe u hap rrugën për të punuar e jetuar sipas saj. Pos tyre, erdhën breznitë e shëmtuara, të cilat braktisën namazin dhe ndoqën epshet e veta. Ata do të hasin në të keqen e humnerën e shteres. Pasi u përmendën profetët, të cilët ndoqën në rrugën e kënaqësisë së Allahut dhe të kthimit tek ai me pendim, bindje e nënshtrim, lejohet me brezat pasardhës, të cilët e shkatëruan trashëgiminë që u lanë profetët e Zotit. Ata ju kthyen punëve të mbrapshta dhe braktisën namazin, që ishin urdhëruar ta kryenin me përpikmëri. Në fillim u treguan të pakujdesshëm ndaj tij dhe dalin ngadalë e braktisën fare. E nëse ata braktisën namazin, i cili është shtylla e besimit dhe e fesë, është peshorja e saktë e imanit dhe e sinqeritetit me Zotin e botëve, atëherë për çështjet e tjera të besimit mos pyet. Kur shpërfillen veprame të detyrueshme, për të tjera s'bëhet fjalë. Shkaku i kësaj humbje ishte fakti se ata ndoqën dëshirat e tyre dhe të gjitha forcat i përqendruan në plotësimin e kënaqësive vetjake, të cilat u bën me parsore edhe se haku i Zotit. Për ta nuk kishte me rëndësi se me që rrugë i arrinin ato kënaqësi, por pas tyre. Të mirëve erdhën pasardhës të keqi, që e lanë namazin dhe u dhanë pas kënaqësive. Trupore, ata do të vuajnë në ndëshkime të xhenemit. Ata do të flaken në një ndëshkim të ashpër dhe shumë fisht. Pastaj, Allahu i madhruar bën përjashtim për disa, përpos atyre që pendohen, që besojnë dhe bëjnë vepër të mirë. Këta do të hyjnë në xhenet dhe nuk do të bëhet kurrë dëmi. Me përjashtim të atyre që pendohen, besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Janë ata që pendohen dhe largohen nga idhujtaria, bidatet, poshtërsitë dhe gjinohat, duke ndjerë keqardhje për çfarë kanë bërë dhe duke qenë të vendosur që kur të mos u kthehen më atyre. Cilësia e dytë e tyre është se ata besojnë, pra, besojnë Allahun, melekët, shpalljet, profetët dhe ditën e gjykimit. Cilësia e tretë e tyre është se ata bëjnë vepra të mira. Ata adhurojnë Zotin përmes veprave që ai ua ka mësuar nëpërmjet profetëve e shpaljeve të tij dhe kujdesen që t'i bëjnë me sinqeritet vetëm për kënaqësinë e tij. Kështu, për ata që pendohen sinqerisht, kanë besim të vërtet dhe bëjnë vepra të mira, Allahu i lartësuar thotë, ata do të hyjnë në xhenet, atje ka mirësi të përjetshme, pranë Zotit bujor dhe mëshirëplot dhe nuk u bëhet kurrë padrejtësie. Asnjë padrejtësi nuk do t'u bëhet. Ata do ta marrin të plot shpërblimin për të gjitha veprat e tyre, madje të shumëfishuar nga mirësia e Allahut të madhruar. Në vijim, Allahu i madhruar flet për kopshtet e premtuara. Do të hyjnë në xhenetin e Adnit, të cilën Mëshiruesi ua ka premtuar robërve të vet, edhe pse ende nuk e kanë parë atë xhenetin. Me të vërtetë, premtimi i tij është i sigurt. Ato janë xhenetet e Adnit që i gjithë Mëshirëshmi ua pat premtuar robërve të vet, që besuan në të fshehtën dhe premtimi i tij është i sigurt. Ato nuk janë si kopshtet e zakonshme. Ato quhen kopshtet e Adnit, domethënë,
kopshtet e qëndrimit të përhershëm, nga ku nuk largohesh kur dhe mirësitë të cilëve nuk kanë për tu zbehur asnjëherë. Ato janë plot me mirësi e kënaqësi që sillin gëzim i rehati. Shiko se kush i ka premtuar këto kopshte. I ka premtuar vetë Rahmani për të treguar se ato janë fryti i mëshirës dhe mirësisë së tij. Atje ka mirësi e bukuri që syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe mendja e njeriut nuk ka shkuar. Në ajetet e tjera, Allahu e ka quajtur xhenetin si mëshirën e tij, si për shembull, ndërsa ata të cilëve u janë zbardhur fytyrat, ata janë në mëshirën xhenetin e Allahut, ku do të jenë përjetësisht. Ali Imran 107. Fakti që kështu ka premtuar Rahmani tregon edhe diçka tjetër, kënaqësitë në xhenet do të jenë të vazhdueshme e të përjetshme, ashtu siç është mëshira e Zotit. Ato janë fryt i mëshirës së tij. Po kujt i është premtuar kjo mirësi? Në ajet thuhet se ajo i është premtuar robërve të tij që besojnë të fshehtëm. Pra, bëhet fjalë për robërit adhurues të Allahut që i përmbajnë ligjet e tij. Janë ata që Zoti i përmend në ajetet e tjera, si adhuruesit e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin nëpër tokë të qetë, e kur ignorantët u drejtohen atyre me fjalë fyese, ata thonë, paqe selam. Janë ata që për hir të Zotit të tyre, natën e kalojnë duke bërë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë duke falur namaz. Janë ata që thonë, o Zoti ymë, largoje prej nesh vuajtjen e xhehenimit sepse vuajtja në të është vërtet gjëja më e rëndë. Shumë i keq është vërtet ai xhehenimi si vendbanim dhe vendqëndrim. Adhuruesit e të gjithë mëshirshmit janë ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë as nuk janë dorë shtrënguar, por mbajnë mesataren e janë të matur. Janë ata që veç Allahut nuk i luten asnjë zoti tjetër dhe nuk e vrasin atë, të cilën Allahu e ka ndaluar të vritet, veç se kur e meriton në bazë të drejtësisë dhe nuk bën immoralitet. Kush i bën këto e pret dëshkimi. Atij i dyfishohet dënimi ditën e Kiametit dhe aty mbetet përgjithmonë i poshtruar. Përveç se nëse pendohet, beson me besimin e drejtë dhe bën vepra të mira. Këtyre Allahu u shndërron të këqijat në të mira. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Dhe kushto që pendohet dhe bën vepra të mira, ai është kthyer me të vërtetë tek Allahu me një pendim të sinqert. Adhuruesit e të gjithë mëshirshmit janë edhe ata që nuk dëshmojnë duke gënjur dhe, kur rastesh kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke e shmangur me dinjitet. Edhe ata që, kur këshillohen me ajetet e Kuranit të Zotit të tyre, nuk u kthejnë shpinën sikur të ishin të shururët e verbër. Edhe ata që thonë, o Zoti ymë, na dhuro kënaqësinë që gratë tona dhe pasardhësit tanë të jenë kënaqësia e syve tanë, e na bëj udhëheqës të devotshmëve. Këta janë ata që do të shpërblehen me vendin më të lartë në qiell për shkak se ishin durimtar dhe aty do të priten me përshëndetje dhe selam. Aty në kënaqësitë e përjetshme do të jenë përgjithmonë. E sa vendbanim dhe vendqëndrim i mirë është ai. Thuaj mohuesve e si të kujdeset për ju Zoti im, nëse ju nuk i luteni atij. Pi çuditse por ju e keni mohuar atë, prandaj dënimi do të jetë i pashmangshëm. Furkan 63:76. Siç shihet, ky premtim është vetëm për robërit e Zotit adhurues e jo për të gjithë. Të gjithë njerëzit janë robë të Allahut në aspektin e krijimit, furnizimit dhe rregullimit të çështjeve të tyre. Këta janë robë në aspektin rububie, ndërsa të parët janë robë në aspektin uluhie, pra, robë adhurues, të cilët i nështrohen dhe adhurojnë Zotin me zgjedhjen e tyre të lirë. Ata i nështrohen të vetmit Zot që adhurohet me merit për të jetuar sipas ligjit të Tij dhe për të adhuruar sipas shpalljes së Tij. Këta janë të ladhruar, ndërsa të tjerët, edhe pse janë të nështruar dhe nuk dalin dot jashtë ligjit të krijimit të Zotit, nuk shpërblehen dhe nuk ladhërohen për këtë nështrim. Në fjalin që i gjithë mëshirshmi ua ka premtuar robërve të vet fshetas, fjala fshetas mund të ketë më shumë se një kuptim. Kështu, njëri kuptim mund të jetë ua ka premtuar në mënyrë të fshehtë, pra, në mënyrë të tillë që ata nuk kanë mundësi ta shohin haptas. Megjithatë, ata besojnë këtë premtim të mirë për të fshehtën. Ata punojnë e luftojnë për ta arritur premtimin e fshehtë të Zotit, edhe pse nuk e shohin me shisat e tyre. Atëherë, si do të përpiqeshin nëse do ta shihnin haptazi atë premtim të mrekullueshëm? Sigurisht që do të përpiqeshin edhe më fort për ta arritur e do të ishin edhe më të përmalluar e të dashuruar pas Tij. Pra, Allahu i lartësuar kur i lëvdon adhuruesit që i besojnë premtimet e Tij për botën e fshehtë, pa e dëshmuar me sytë e tyre, tregon se ky është imani i vërtetë dhe dobiburës. Kuptimi tjetër është, ua ka premtuar atyre që e adhurojnë atë fshehtas, pra, e adhurojnë Allahun, edhe pse nuk e shohin atë. Atëherë, nëse do ta shihnin, si do të ishte adhurimi i tyre për Allahun? Sigurisht që adhurimi i tyre do të ishte edhe më i fortë me përkushtim. Kthimi e pendimit i tyre tek Zoti do të ishte i pandërprer, dashuria më e madhe, veprat për ta kënaqur atë do të ishin të pandashme dhe malli për të do të ishte i papërshkueshëm. Gjithashtu, kuptimi mund të lidhet edhe me kopshtet e Adnit. Pra, kuptimi i ajetit do të ishte, ato janë kopshtet e fshehta të Adnit, që i gjithë mëshirshmi ua ka premtuar robërve të vet. Domethënë, ato janë kopshte që nuk mund të përshkruhen plotësisht dhe që askush veç Zotit nuk mund të dijë realisht se si janë.
Kjo i bën edhe me të përmalluar besimtarët për xhenetin. Shpirti nxitet ta përfytyroj dhe ta kërkoj me shumë natë. Atëherë, ky variant do t'i ngjante ajeti tjetër, askush nuk di për atë kënaqësi që u është caktuar atyre si shpërblim për atë që kanë bërë. Segje 17. Të gjitha këto kuptime janë të sakta, por kuptimi i parë është me afër të vërtetës, sepse Allahu i lartësuar thot me pas, premtimi i tij është i sigurt për premtimin e tij, që besimtarët nuk e kanë parë me sytë e tyre, por përsëri e besojnë dhe përpiqen për të arritur. Ky premtim do të ndodhë patjetër, sepse Allahu nuk e shkel kur fjalën e dhënë. Ata në xhenet nuk do të dëgjojnë llomëtitje. Do të dëgjojnë vetëm fjalët përshëndetëse. Ata aty do të furnizohen në mëngjes dhe në mbrëmje. Aty nuk dëgjojnë fjalë të kota, por vetëm përshëndetje pa çeje. Aty nuk dëgjojnë fjalë të padobishme ose fjalë që të ngarkojnë me gjinoa, as fjalë ofenduese të ulta apo fjalë që Zoti nuk i do, as fjalë që shkaktojnë dëm e trishtim. Atje dëgjojnë vetëm paqe, fjalë të pastra, larg çdo mangësie e ligësie. Ata dëgjojnë dhikër, përshëndetje, fjalë të gëzueshme, lajme të mira, biseda të këndshme mes vëllezërish e miq. Ata dëgjojnë fjalën e Rahmanit drejtuar atyre. Ata dëgjojnë gjëra të bukura melodioze nga hyrit, melekët dhe të djemtë e xhenetit, që këndojnë me tingull mrekullues dhe që të maniti me fjalë të zgjedhura. Kështu do të ndodhë, sepse ai është një vend i paqes, ku pushtohesh ka paqe e plot në çdo aspekt dhe do t'u japën mirësi të shumta në mëngjes e mbrëmje. Pushqimet, pijet dhe të gjitha llojet e kënaqësive do të jenë të vazhdueshme kurdo dhe kudo që ti kërkojnë. Prej bukurisë e këtyre kënaqësive është edhe fakti se ato do të shërbejnë plot i ishin në mëngjes e në mbrëmje. Kështu kënaqësia bëhet më e madhe për ata fatbardh. Po, për kë janë përgatitur këto kopshte? Allahu thot: "Ky është xheneti që ja japim në trashëgim robërve tan, të cilët janë ruajtur nga mohimi." Këto janë xhenetet që ne do t'ua japim robërve tan që ishin të devotshëm. Këto kopshte janë bërë për t'ua lënë trashëgim të devotshmëve, që jetojnë ashtu si i porosit Zoti i tyre dhe adhurojnë ata ashtu si i urren në shpaljet e tij, me sinqeritet vetëm për të. Ky do të jetë vendi i tyre i përhershëm, nga i cili nuk do të kërkojnë kur të largohen. Atje do të lumturohen përjetësisht, sikurse thot Zoti, binduni Allahut dhe të dërguarit, që të mëshiroheni. Nxitoni për faljen e gjinoave nga Zoti juaj dhe për një xhenet, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiejve dhe e tokës. Ai është përgatitur për të devotshmit, për ata që japin kur janë në bollëk dhe kur janë në vështirësi. Ata përmbajnë zemërimin dhe i falin njerëzit. Allahu i do bamirësit. Edhe ata që kur bëjnë ndonjë gjë të shëmtuar, ose kur i bëjnë padrejtësi vetvetes, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për gjinohet e tyre. E kush i fal tjetër gjinohet përveç Allahut? Ata nuk vazhdojnë me atë gjë që kanë bërë më parë, sepse e dinë. Shpërblimi për ata është falja nga Zoti i tyre dhe xhenetet, nëpër të cilët rrjedhin lumenj dhe ku ata do të jenë përjetësisht. Sa i mirë është shpërblimi atyre që punojnë punë të mira. Ali Imran 132, 136. Gjibraili tha: "Dhe ne zbresim në tokë vetëm me urdhrin e Zotit tënd. Atij i përket ajo që është para nesh dhe që është pas nesh, dhe ajo që është në mes këtyre dyjave. Dhe Zoti yt nuk është i harrueshëm." Një ditë, profeti i drejtua Gjibrilit dhe i tha: "Sa mirë do të ishte të na vizitoje më shpesh." Ai dëshironte që të ishte më shpesh në shoqërinë e melekut fisnik, sepse ndihej mirë me të. Zemra e profetit qetësohej kur Gjibrili zbriste me shpalljen e Allahut, por ne thonë melekët zbresin veç me urdhrin e Zotit tënd. Ne nuk kemi asgjë në dorë. Nëse Zoti na urdhëron, ne e vëmë në zbatim më njëherë. Kështu i ka përshkruar Zoti melekët kur thotë: "O ju që keni besuar, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej zjarrit, lënda djegëse të cilët janë njerëzit dhe gurët." Atë mbikëqyrin melekë të rrept e të ashpër, që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai urdhëron. Ata zbatojnë gjithçka për të cilën urdhërohen. Tajrim 5. Melekët janë thjesht robë të bindur te Allahut. Në dorën e tij është ajo që na pret, ajo që lëm pas dhe gjithçka mes tyre. Në dorë të Zotit janë të gjitha çështjet, në çdo kohë e vend, në të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Duke qenë se çdo çështje është në dorë të Zotit dhe ne jemi thjesht robë të nështruar, atëherë çdo gjë i mbetet urtësisë së Zotit. Nëse urtësia e Zotit e kërkon që të ndodhë diçka, ajo do të ndodhë, e nëse e kërkon të vonohet, ajo do të vonohet. Prandaj thuhet më pas, dhe Zoti yt nuk harron asgjë. Ai nuk harron kur në mënyrë të tillë që të braktisë. Në një ajet tjetër thuhet: "Betohen për dritën e mëngjesit dhe për natën, që mbulon gjithçka." Zoti yt nuk të ka braktisur dhe as nuk të urren. Duanjek 3. Përkundrazi, ai vazhdimisht përkujdeset për ty dhe çështjet e tua. Ai të dhuron ty më të bukurat për kujdesi e mirësi. Pra, me fjalë të tjera, edhe nëse vonohet Gjibrili, mos u trishto dhe dije se është Zoti ai që e ka dëshiruar diçka të tillë për urtësi të shumta. E si mund të harroj Zoti kur ai është gjithëpërfshirës në detyrinë e tij?
Pe që ditë se ai është. Ai është Zoti i qiejve dhe i tokës dhe asaj që është në mes tyre, prandaj vetëm atë aduroje dhe bëhu i durueshëm në vazhdimin e lutjes së atij. A di ti për të ndonjë emak? Ai është Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çfarë ka midis tyre. Zoti ka krijuar qiejt e tokën me rregullime të përkryer, ku nuk sheh asnjë pakujdesje apo shpërfillje, as frastësi akotësi. A nuk tregon kjo që dituria e tij është e plotë gjithëpërfshirëse? Atëherë, mos e shteteso vetëm për këtë çështje, por merru me diçka të dobishme, pra, me adhurimin e Zotit tënd që jetë vetëm, prandaj vetëm atë adhuroje dhe bëhu i qëndrueshëm me adhurimin për të. Nështroje veten dhe me durim ushtrohu që të përkushtohesh me tepër në adhurime. Përpiqu me të gjitha forcat që ti kryesh sa më mirë adhurimet. Angazhimi me adhurime është qetësi e kënaqësi për njeriu, sepse ja largon të gjitha përjetimet mashtruese të kësaj bote, të cilat të lodhin shpirtin dhe zemrën. Allah ka thënë në një ajet tjetër, prandaj ti bëj durim ndaj fjalëve që thon ata dhe përlëvdoje duke e falendëruar Zotin tënd, para linjës së diellit dhe para perëndimit të tij, edhe në orët e natës dhe në skajt e ditës, me shpresë që të gjesh kënaqësi. Dhe mos i angull syt bukurisë së kësaj jete, me të cilën i bën të kënaqen disa prej tyre jo besimtar, për t'i sprovuar me të, sepse shpërbimi i Zotit tënd është më i mirë dhe është i përjetshëm. Urdhëro familjen tënde për namaz dhe je vazhdueshëm në këtë. Ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim as për ty, as për familjen tënde. Ne të furnizojmë ty dhe ata. Përfundimi i mirë i takon devotshmërisë. Taha 132. A di ndonjë të ngjashëm me të? A di ndonjë krijesë që ti përngjaj Zotit? Për që ditë se kjo pyetje nën kupton se nuk ka të tillë, dhe kjo është logjike. Askush nuk mund t'i përngjajë Allahut. Ai është Zoti, ndërsa çdo gjë tjetër i është nënshtruar atij. Ai është krijuesi i të tërë krijesave, ai është i pasur, i vetëmjaftueshëm, që nuk ka nevojë për asgjë, ndërsa të tjerët janë të varfër në qenien e tyre në çdo aspekt. Allahu është i plot, absolut në të gjitha aspektet, e të tjerët janë të mangët dhe nevojtarë që Zoti t'i bëjë të plot e të mirë. Ky është argument se vetëm Allahu i meriton të gjitha llojet e adhurimeve. Vetëm adhurimet e përkushtuara atij janë të vlefshme, ndërsa çdo adhurim tjetër është kotësi, prandaj Allahu na urdhëron që ta adhurojmë atë që jetë vetëm dhe të jemi durimtar, këmbëngulës dhe sistematik në adhurimin e tij. Kështu duhet të jetë, sepse Allahu është i vetmi absolut në emrat dhe atributet e tij. Njeriu thotë, "Vallë, pasi të vdes, a do të kthehem përsëri në jetë?" Këtu flitet për çdo njeri që mohon ringjalljen dhe që e sheh atë si diçka të largët dhe të pamundur. Këta lloj njerëzish thonë, njeriu thotë, "Mos vallë, pasi të vdes, do të ngrihem i gjallë." Do të ringjallem? E si do të më nxjerr Zoti të gjallë pas vdekjes? Si do të më ringjall pasi të jem bërë pluhur edhe? Pra, sipas tyre është diçka e papërfytyrueshme. Sigurisht kjo vjen nga logjika e mbrapsht, nga qëllimet e tyre të liga, nga urrejtja ndaj profetëve dhe nga mohimi i shpaljeve të Zotit. Nëse do të mendoheshin vetëm pake, do ta kuptonin se ajo që bëjnë është qesharake dhe mendje lehtësi. Allahu i madhëruar përmend me pas një argument të prerët e thjesht për të kuptuar. A nuk e kujton njeriu se na e kemi krijuar atë qysh më parë, e që nuk ka qenë asgjë? Po, a nuk po e mendon njeriu se ne e krijuam atë më parë, kur ai nuk ishte fare? Le të mendoj pak për gjendjen e tij fillestare. Le të kujtoj që Allahu e krijoi kur nuk ekzistonte fare. Atëherë, ai që është i plotfuqishëm për të krijuar diçka nga hiçi, a nuk është i plotfuqishëm që ta rikrijojë atë pasi të jetë shpërndarë në tokë të jetë bërë një me dhe? Për çuditse ngjashëm është ajeti tjetër kuranor, është ai që e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë, dhe kjo e dyta është edhe më e lehtë për të. Rum 27. Allahu thotë, "Po, a nuk po mendon njeriu?" Kjo është një ftesë që njerëzit të meditojnë dhe të vështrojnë në këto argumente logjike. Kjo ftesë bëhet me fjalët më të zgjidhura dhe më të buta. Kjo tregon se çdo kush që e mohon ringjalljen është treguar i pavëmendshëm nga gjendja e vet më parë. Nëse do të mendonte se si është krijuar herën e parë, nuk do ta mohonte ringjalljen dhe mundësinë e saj. Pasha Zotin tënd, na do t'i të bojmë ata dhe djajt, pastaj do t'i sjellim ata që të gjunizohen rreth xhehenimit. Betohen në Zotin tënd. Allahu i lartësuar betohet se patjetër që do t'i ringjall ata që e mohojnë ringjalljen së bashku me shejtanët e tyre. Ai do t'i tubojë ata në kohën dhe vendin e përcaktuar, ne do t'i tubojmë ata së bashku me shejtanët dhe do t'i afrojmë rreth xhehenimit të gjunizuar. Ata do të jenë të gjunizuar nga tmeri dhe tronditja e madhe e asaj dite, duke pritur plot frikë e anë gjykimin e Allahut të lartësuar. Pastaj, do të ndajmë prej çdo grupi atë, që ka qenë me mendje ndaj Perëndisë mëshirues. Pastaj, nga secili grup do të kapë me të pabindurit ndaj të gjithëmshirshmit. Nga çdo grup keqpërsisht që kanë bashkëpunuar në padrejtësi e ligësi, në muj me pushtërsi, do të zgjidhen ata me të këqit, me arrogantet dhe me të padrejtet, të cilët do të futen të parët në ndëshkimin e dëmshëm.
Të parët që do të hyjnë në xhehenem do të jenë më të ngarkuarit me gjuna e pështërsi. Ata nuk do të rreshtin se bërtituri e duke mallkuar njeri tjetri, siç thotë i mallruari në një ajet tjetër, melekët do t'u thonë, hyni në zjarr, mes popujve që shkuan para jush, gjinde dhe njerëz. Sa herë që një popull hyn ati, mallkon atë të mëpashmin. Dhe kur të gjithë të tubohen në të, grupi i fundit thot për grupin e parë, Zoti ynë janë këta që na quanin në humbje, prandaj shumë fishoja atyre dënimin me zjarr. Ai do të thotë për secilin nga ju dënimi është i shumë fishuar, por ju nuk e dini. Pastaj i pari do t'i thotë e fundit, ju nuk jeni më të mirë se ne, prandaj shijojeni dënimin për gjithçka që bët. El-Araf 38-39. E gjitha kjo do të ndodhë me drejtësinë, urtësinë dhe diturinë absolute të Allahut. Ne pastaj me se mirë e dim se kush prej tyre ka përparësi që të fergohet në të xhehenim. Dhe ne e dim me se miri se cili prej tyre meriton më shumë të hidhet në të xhehenem. Zotit që di gjithçka e di edhe se kush e meriton vërtet për të hyrë në zjarr. Allahu i njeh më mirë ata, di veprat e tyre dhe çfarë ndeshkimi meritojnë. Dhe nuk ka asnjë prej jush që të mos arrijë tek ai zjarri. Kjo është dispozitë e caktuar nga Zoti yt. Të gjithë ju do të kaloni pranë tij. Xhehenimit dhe ky është një vendim i prerë i Zotit tënd. Këto fjalë u drejtohen të gjitha krijesave, vepërmirëve, vepërkëqive, besimtarëve e jo besimtarëve. Të gjithë, pa përjashtim, do të kalojnë pranë zjarrit, dhe ky është një vendim që Zoti e ka marrë vetë dhe me të kërcënon robët e tij. Ky është një vendim që do të realizohet patjetër dhe të cilit nuk mund të shmanget askush. Janë dhe mendime të ndryshme rreth kuptimit të shprehjes do të kaloni pranë tij. Disa janë të mendimit se kjo do të thotë do të kaloni përmes tij. Pra, edhe besimtarët, edhe mohuesit do të kalojnë përmes xhehenemit, por për besimtarët ai do të jetë i freskët dhe paqe dhe nuk do ta ndjejnë as pak nxehtësinë e tij. Disa thonë se kuptimi është do të qëndrojnë para tij, në mënyrë që të gjithë të ndjejnë frikën nga dënimi i tij, por më pas Allahu shpëton të devotshmit. Të tjerë thonë se qëllimi këtu është për kalimin e urën që shtrihet mbi xhehenem. Njerëzit do të kalojnë mbi të me një shpejtësi që do të jetë në varësi të veprave që kanë bërë, disa si një pulitje sysh, disa si stuhi, disa me shpejtësi kalorësi, disa me vrau, disa duke ecur shpejt e disa ngadalë, disa do të tërhiqen zvarr e disa të tjerë do të kapen në vërëmbe nga çengelat e xhehenemit. Secili do të ecë sipas shkallës së devotshmërisë dhe besimit të tij në këtë jetë. Pastaj do t'i shpëtojmë ata që kanë qenë besimtar, e do t'i lëmë zullumçarët në të gjunjëzuar. Pastaj, ne do të shpëtojmë ata që ishin të devotshëm. Shpëtojnë ata që i friksohen Allahut, duke krijuar urresat dhe duke ju larguar ndalesave, kurse keqbërësit do t'i lëmë të gjunjëzuar në të xhehenem. Këta e kanë rënduar veten me padrejtësi, me mohimin e Zotit dhe përshterësi të shumta. Ky është përfundimi i mosbesimit dhe i mosbindjes ndaj Zotit. Ata do të mbeten të gjunjëzuar në xhehenem, duke u dënuar përjetësisht pa shpresë për shpëtim. Kur t'ju lexohen ajetet tona të qarta, ata që nuk kanë besuar u thonë atyre që kanë besuar, cili grup është më i mirë për nga jeta dhe më i mirë për nga shoqëria. Kur u lexohen ajetet tona të qarta, jo besimtarët u thonë atyre që kanë besuar, cili nga dy grupet ka pozitë më të lartë dhe rreth më të mirë. Ajetet e Allahut janë të qarta e të shtjelluara në detaje, në mënyrë më të kuptueshme. Ato tregojnë qartë se Allahu i madhruar është i vetëm në çdo aspekt dhe se profetët janë besnik dhe të vërtet në kuptimin e shpalljes. Ai që i dëgjon dhe i respekton ajetet e Zotit, atjetër që do të fitojë besim të sinqert dhe do të jetë i sigurt në vërtetësinë e tyre. E kundërta ndodh me mohuesit. Në vend që t'i dëgjojnë me respekt dhe qëllimin për të gjetur të vërtetën, ata tallen me shpalljen e Zotit dhe me të gjithë ata që i besojnë atë. Ata arsyetojnë këtë zgjedhje me faktin se në jetën e kësaj bote janë të pasur e të vlerësuar dhe qëndrojnë shumë më lart se besimtarët. Duke u lavdëruar e duke shprehur refuzin të së vërtetës, thonë, cili grup ka pozitë më të lartë dhe rreth më të mirë. Pra, cilët kanë më tepër prestigj, ne apo besimtarët? Në jetën e kësaj bote, ata lëvdohen para besimtarëve me pasurinë e numrin e madh të fëmijëve. Ata mburen edhe me kënaqësi pa fre, duke i konsideruar ato si tregues të privilegjit. Pasuria, fëmijët, aleatët dhe pushteti që kanë, i bëjnë të mendojnë se janë më të mirë se besimtarët. Sigurisht, ky lloj arsyetimi është tërësisht i gabuar dhe i pavend. Kjo është përmbysje e realitetit, sepse shpeshherë pasuria e fëmijët e shumtë, bukuria e pushtetit bëhen shkak për shkatërimin e dëshpërimin e njeriut. E sa brezni ne i kemi shkatëruar para tyre, që kanë qenë më të begatshëm dhe më të pashëm. Por, sa breza kemi shkatëruar para tyre, të cilët qenë edhe më të pasur dhe më të pashëm. Janë shumë popujt që Zoti ka shkatëruar dhe të cilët kanë qenë më të spikatur në pasuri, ndërtesa dhe bukuri. Ata ishin më të zhytur në kënaqësitë e jetës. Atëherë, nëse këta popujt e shkatëruar ishin më të pashëm e më të pasur,
por që asgjë nuk u leti, sepse nuk shpëtuan nga dënimi, atëherë si do të jetë gjendja atyre që qëndrojnë me poshtë. Mos, wall, e shohin veten të ruajtur nga ndëshkimi, sikurse thot Allahu në ajet tjetër, wall, jo besimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që u përmendën, apo keni ndonjë premtim shpëtimi në librat e qiellit. Kamer 43. Kështu, arsyetimi se kush është tani i pasur do të jetë i tillë dhe në ahiret është i pavlefshëm. Ky është arsyetim që e kanë përdorur mohuesit e Zotit. Thuaj o Muhamedi, kush është i humbur, le t'i zgjasë jetën sa të dojë mëshiruesi. Kur të shohin ata atë që u bëshpërmtuar atyre, ose dënimin ose ditën e Kiametit, ata do të dinë se kush është më keq për nga pozita e më i dobët për nga shoqëria. Allahu i madhruar e qartësoi kocinë e arsyetimeve të mohuesve që tregonin për inatin, urrëqen dhe armiqësinë e tyre ndaj së vërtetës. Të tilla arsyetime tregonin se ata janë zhytur në një humbje të thellë. Thuaj, atë që është në humbje, le ta lëri gjithë mshishmi për një kohë të gjatë. Në këtë jetë, në vijim, Allahu i madhruar na tregon se ata që janë humbje dhe kanë gjetur kënaqësi në këtë rrugë, duke punuar për humbjen, Allahu ka për t'i gjytur edhe më thellë dhe do t'u ashtojë edhe më tepër dashurinë për të kot. Ky është ndeshkim i merituar për ta, sepse ata parapëlqejnë humbjen kundrejt udhëzimit të tij, sikurse thuhet në ajetet e tjera, kur ata devijuan, edhe Allahu ua devijoi zemra. Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë një popull që kalon kufit. Saf pes ne do t'ua largojmë zemrat dhe shikimet atyre, ashtu sikurse nuk e besuan atë shpalljen e Zotit për herë të parë, dhe do t'i lëmë të bredhen të hutuar në shfrynimin e tyre. Enam 110. Këta të mirë u thon besimtarëve, cilët kanë pozitë më të lartë dhe rreth më të mirë. Kur të shohin dëshkimin e premtuar për krimet e tyre, si rasja dhe shkatërimet, ose kur të shohin Kiametin, i cili është shpërblimi i merituar për ta, atëherë do ta shohin se cilët kanë pozitë më të lartë dhe rreth më të mirë. Por, kur ta shohin atë që u premtohet, ose dënimin ose Kiametin, atëherë do ta kuptojnë se kush ka pozitë më të ulët dhe rreth më të dobët. Atëherë do ta kuptojnë kocinë të arsyetimeve të tyre në jetën e kësaj bote dhe nuk do të kenë me asnjë fije dyshimi se ata ishin të keqit. Por ky ndërgjegjësim ma ditë nuk do t'u vlejë as pak, sepse do të jetë i pamundur rikthimi në këtë jetë për të bërë veprat e mira e për të rregulluarat që kanë shkatëruar. Perëndia u shton udhëzimin atyre që janë në rrugën e drejtë, e veprat e mira, të qëndrueshme, janë më mirë të shpërbyra te Zoti yt dhe kanë përfundim më të mirë. Allahu u shton udhëzimin atyre që e kërkojnë udhëzimin e tij. Pasi tregoi se keqbërësit ndeshkohet duke i zhytur edhe më thellë në humbjen e tyre, Allahu i madhruar na tregon se, nga ata tjetër, u ashton të udhëzuarve edhe më shumë udhëzimin. Ai do t'u ashtojë edhe më shumë besimin, mirësitë dhe mëshirën e tij. Fjala El-Huda, që Zoti ka premtuar se do t'u ashtojë, është dituria e saktë dhe puna e mirë sipas saj. Çdo kush që i hyn rrugës së diturisë, besimit e punëve të mira, Zoti ka për t'i lehtësuar dhe mundësuar që t'i punojë ato, madje do t'u ashtojë edhe më shumë nga mirësia e tij. Ai do t'i mundsoj të mësojë edhe shumë çështje të tjera, që njeriu as i kishte menduar se mund t'i arrinte me përpjekjet e veta. Ky ajet tregon dhe është argument se besimi shtohet e paksohet, ashtu siç kanë pohuar selefët e mirë të këtij ummeti. Për këtë tregojnë edhe shumë ajetet e tjera kuranore, ne bën pikëqyrës të zjarrit veç me lek, numrin e të cilëve e bën veç si sprovë për ata që nuk besojnë, që të binden ata që u është dhënë libri, që besimtarëve tu shtohet edhe më shumë besimi. Mudathir 31. Ose besimtarët e vërtetë janë vetëm ata që, kur përmendet Allah, u friksohet zemra dhe, kur u lexohen ajetet e tij, u shtohet besimi. Ata kërkojnë mbështetje vetëm te Zoti i tyre. Ata e përkryejnë namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Këta janë besimtarët e vërtetë. Ata kanë grada të larta te Zoti i tyre dhe falja e bujari prej tij. E fal 2:4. Për këtë fakt tregon edhe realiteti. Besimi shprehet me fjalë, zemre e goje, si dhe me vepra. Besimtarët janë të gradave të ndryshme në të tilla çështje, me ndryshime të mëdha mes njëri tjetrit. Veprat e mira që mbesin, gjithmonë kanë shpërblime të madhe te Zoti yt dhe sjellin një përfundim të mirë. Veprat që kur nuk u ndërpritën frytet, edhe kur të tjera zhduken e bëhen pluhur, janë ato që quhen të mira. Veprat që mbeten gjithmonë janë namazi, zekati, agjerimi, haxhi, umreja, leximi i Kuranit dhe i diturisë së dobishme, tesbih, tekbir, tahmid, tahlil, pamirësia ndaj krijesave, unë të zemrës dhe të trupit që i do Zoti dhe na ka urdhëruar për to. Këto vepra kanë shpërblime të madhe te Zoti yt dhe një përfundim më të mirë. Mirësitë që sjellin këto punë janë shumë të mëdha. Ato janë shumë të dobishme për vepruesit e tyre dhe u sjellin përfundim të mirë. Në fakt, edhe pse Zoti ka përdorur një mbiemër të shkallës krahasore kanë shpërblime të madhe nga Zoti yt, nuk do të thotë se ka ndonjë vepër tjetër përveç veprave të mira që mund të shpërblehet. Me fjalë të tjera, të vetmet punë që sjellin mirësi janë ato që Zoti ka quajtur të mira.
Me sa duket, dhe Zoti e di më mirë, kjo është bërë për të treguar diçka tjetër. Kur keqbërësit thoshin se pasuria e madhe, pushteti dhe alatët e shumt janë tregues të vlerësimit dhe të gradës së lartë e Zotit, këtu tregohet qartë se çështja nuk qëndron kështu. Gjërat që tregojnë se Zoti vërtet e do janë veprat e mira që mbesin. Ato janë rruga e vetme drejt suksesit dhe jo ato që pretendojnë mohuesit. Veprat e mira. Veprat quhen të mira vetëm nëse Allahu i lartësuar i ka cilësuar të tilla nëpërmjet librit dhe profetit e tij. Me fjalë të tjera, gradat e larta nuk mund të arrihen duke shtuar vepra adhurime, të cilat nuk janë cilësuar si të tilla nga Allah. Tek Allahu i lartësuar mund të afrohesh dhe mund të fitosh kënaqësinë e tij vetëm me mënyrat që ai pëlqen dhe i ka ligjëruar për një gjë të tillë nëpërmjet profetëve të tij dhe librave të shenjtë me të cilët i pajisi ata. Mirësia nuk mund të arrihet me rrugë të mira. Ai që përpiqet të afrohet tek Allahu i lartësuar me bidat të arrin të fitojë veç se lodhin e kot. Madje, kur e di se adhurimi që kryen nuk është ligjëruar nga Zoti i tij, atij i shtohen të keqia dhe largohet nga Allahu i lartësuar. Asnjë vepër nuk pranohet nga Allahu i lartësuar derisa të plotësojë dy kushtetin njohura, të kryhet me sinqeritet për Allahun, duke shpresuar me të vetëm shpërblimin e tij, dhe veprat të jetë në përputhje me mësimet dhe porositë e Allahut dhe profetit e tij. Vallë, ai ke para atë që nuk beson në argumentet tona dhe thotë, mua do të më jepet ditën e kiametit edhe pasuria dhe fëmijët. Ai ke para atë që i mohon argumentet tona dhe thotë, mua do të më jepet pasuria e fëmijë. Edhe në botën tjetër, mos u çudit me gjendjen e një mohuesit të tillë. Ai jo vetëm që mohon ajetet e Allahut, por ka edhe pretendimet e mëdha, duke thënë se në ahiret do të jepën përsëri pasuri e pasardhës. Ai kështu pretendon se do të jetë banor i xhenetit. Kjo është vërtet e çuditshme. Nëse do të ishte ndonjë që beson në Zotin dhe përpiqet për diçka të tillë, mbase do të ishte e pranueshme dhe e lehtë, por jo për atë të mirë. Ky ajet, edhe pse bën fjalë për një person të caktuar, ai përfshin çdo mohues të Zotit që pretendon se do të jetë banor i xhenetit. Megjithatë, Allahu i madhruar e hedh poshtë këtë pretendim, duke thënë: "A, mos ai ka mësuar për atë që nuk është parë, ose ka marrë obligim të Perëndia, mëshirues? A thua ka zbuluar fshehësim? Mos, vallë, ai e di se çfarë që do të ndodhë në të ardhmen, që pretendon se do të jepet pasuri dhe pasardhës. Piçudica apo mos ka marrë prej Allahut ndonjë premtim, apo ka marrë ndonjë premtim nga Zoti se do të japë diçka të tillë. Sigurisht asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Kuptohet se ai flet për diçka që nuk e di. Kjo mënyrë komunikimi me pyetje është nga format më të forta e më të bukura të argumentimit të sharrimit të çështjeve. Kështu, ai që pretendon se do të ketë të mira në jetën tjetër te Zoti, ka dy mundësi. 1. Ai flet sepse ka dituri rreth të fshehtave që do të ndodhin në të ardhmen dhe e di mirë se kjo është një nga ato çështje. Por kjo bie poshtë, sepse askush nuk mund të di prej të fshehtës, veçse nëse e lejon dhe i mëson Zoti, e kjo u jepet veçse profetëve përmes shpalljes. Ai ka marrë ndonjë premtim prej Allahut që, përmes imanit të pastër dhe pasimit të profetëve, do të arrijë atë që Zoti i ka premtuar. Por nëse asnjë nga këto dy pretendime nuk qëndron, atëherë ato janë veçse pretendime boshe e mashtrime të kota. Kursesi, na do ta shënojmë atë që flet dhe ne do t'i vazhdojmë dënimin. Kursesi, pra, çështja nuk është ashtu siç pretendon ky mohues. Ai nuk ka ndonjë dituri rreth të fshehtës, sepse ai është kafir e nuk ka asnjë njohuri rreth shpaljeve e diturisë së Zotit. Nga ana tjetër, ai nuk ka marrë ndonjë premtim nga Rahmani, sepse ai vazhdon të jetë i zhytur në kufër e poshtërsi, ndërkohë që premtimet e Zotit janë vetëm për besimtarët punëmirë. Kështu, ai meriton pikërisht të kundërtën e atyre që pretendon. Madje, fjalët e tij mashtruese do të shkruhen e do të ruhen, që pastaj të marrin dishkimin e merituar edhe për atë që ka thënë, siç e kërcënon i madhruari, ne do ta shënojmë atë që thotë dhe do t'i japim dënim pas dënimi. Atij do t'i shtojmë lloje të ndryshme ndeshkimesh, ashtu siç ai të pranë lloje të shumta poshtërsisht e shprehje mosbesimi. Na do t'ia marrim atij atë për të cilën flet mallin dhe fëmijët, e ai ke ne do të vijë vetëm. Te ne do të kthehet gjithçka për të cilën ai flet. Edhe ato pasuri e fëmijë që ka në këtë botë do t'i lërë dhe do të kalojë në ahiret i vetëm, pa pasuri, pa fëmijë, pa aleatë ndihmëtar, siç thotë i madhruari, dhe ka për të ardhur tek ne i vetmuar. Ashtu i vetmuar do të përjetojnë dëshkimet e mëdha, si shpërblim për padrejtësitë e tij. I tillë është dënimi i keqbërësve. Dhe ata merrin zotëra, përpos Perëndisë, për t'ju bërë atyre ndihmës. Ata adhuruan në vend të Allahut zotat e tjerë, për t'u dhënë fuqi e lavdi. Idhujtarët i adhurojnë idhujt, duke pritur ndihmën e tyre, duke shpresuar të arrijnë krenarinë e triumfin, por Allahu thotë: kursesi, do të mohojnë ata zotërat e tyre se mohuesit i kanë adhuruar ata dhe do t'u bëhen atyre kundërshtar. Por ata,
I dhujt do të mohojnë adhurimin e tyre dhe do të bëhen armiqtë e tyre. Çështja nuk është ashtu si shpresojnë ata. I dhujt nuk kanë për tu sjellë kur sukses. Madje, në çastin kur do t'ua kenë nevojë më tepër, pra, në ahiret, i dhujt do të distancohen prej dhujtarëve, madje do të dëshmojnë kundër tyre, ndryshe nga që presin ata të mirë. Komenti ajeteve 81 dhe 82 është marrë nga Tefsir El Muisir. Vallë, a nuk e parë ti, se ne kemi dërguar te mohuesi djajtë, që t'i nxisin ata në të keqet e madhe. A nuk e shikon ti se ne i kemi lëshuar shejtanët kundër ju besimtarëve për t'i nxitur pa ndërprerje në vepra të këqija? Ky është një ndeshkim për mohuesit. Ata nuk kapën pas fitorit e Allahut dhe nuk i u përmbahen porosive të tij. Përkundrazi, ata i shoqërojnë shok Allahut dhe miqësohen me armiqtë e tij shejtan, prandaj Allahu vë mbi kokë ata të mallkuar. Kështu, shejtanët kanë pushtet mbi ta dhe i nxisin në poshtërsi për t'i humbur pa kthim në kufër e në gjinohe. Shejtanët i mbushin me vezvese dhe i frymëzojnë për ligësi miqtë e tyre. Ata ua zbukurojnë të kotën dhe ua bëjnë të shëmtuar të vërtetën dhe të mirën. Kështu dashuria për të kotën zëvend në zemrat e idhujtarëve, aq sa ata sakrifikojnë gjithçka në emër të saj, si të jenë duke mbrojtur të vërtetën. Ata luftojnë me çdo mënyrë për ta mbrojtur atë. Idhujtarët polemizojnë me mbrojtësit e së vërtetës, duke u përpjekur të lartësojnë të kotën. E gjitha kjo është si ndeshkim për ta, për shkak se i kthejnë shpinën mbrojtësit e vërtetë, Allahut të madhruar dhe kërkojnë ndihmë nga armiku i tyre i përbetuar. Kjo është arsyeja që Allahu i le dorë të lirë shejtanit mbi ta. Në të kundërt, nëse do të kishin besuar në Allahun dhe do t'i mbështeteshin atij plotësisht, shejtani nuk do të kishte asnjë lloj pushteti mbi ta, sikurse thotë i madhruari, kur të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër shejtanit të mallkuar. Vërtet, ai nuk ka asnjë fuqi kundër atyre që besojnë dhe që vetëm Zotit e tyre i mbështeten. Ai mund të kontrollojë vetëm ata që e përkrajnë atë dhe ata që, për shkak të tij, bëhen idhujtar. Në 98-99. Andaj, mos kërko shkatërimin e tyre të shpejt, se, me të vërtet, ne ua numrojmë ditët e tyre të caktuara. Por ti mos u ngut kundër tyre. Mos kërko përshpejtimin e ndëshkimit për këta mohues, të cilët në fakt e kërkojnë vetë nguqjen e dënimit. Se ne jemi duke ua numëruar ditët. Ata i kanë ditët e numëruara, pra, as do të ushtohen, as do të paksohen. Allahu jep kohë të mjaftueshme që ata të rishikojnë marrëdhëniet me të ndrejshëm. E nëse sërish nuk ndryshojnë, atëherë ai ndishkon, ashtu siç ditë ndishkojnë gallintari, krenari dhe i plot pushtetshmi. Kujtoju atyre kur do t'i tubojmë besimtarët e mëshiruesi si të ftuar. Ditën kur ne do t'i tubojmë të devotshmit e i gjithë mëshirshmi si mysafir të nderuar. Allahu na tregon ndryshimin e madh mes të devotshmëve dhe keqbërësve mohues. Allahu thot se ata që i friksohen atij duke u ruajtur nga shirku, bidatet, poshtërsitë e mosbindja, ai do t'i ringjallë ditën e gjykimit duke i nderuar me madhështi e kujdes të veçantë. Ata i pret vet Rahmani dhe gostinë e tyre e ka përgatitur vet ai që është El Menan, pamirësi i madh. Ata do të priten si miq që vijnë nga larg. Dihet mirë se udhëtari shpreson e ka gjithmonë mendim të mirë për mikpritësin. Të devotshmit do të shkojnë tek Rahmani si ata miq që vijnë se largu plot shpresë për mëshirën, pamirësinë dhe bujarinë e tij të pan. Ata mezi presin që të shohin dhuratat e mikpritësit në vendin e kënaqësisë së tij. E gjithë kënaqësia dhe mëshira e Allahut është mbledhur në atë vend, duke e mbushur plotat. Ky është premtimi për ata, për shkak të veprimtarisë së tyre me devotshmëri për arritjen e kënaqësisë së Allahut. Ata janë lajmëruar për këtë shpërblim me gjuhën e profetëve të Zotit, prandaj ata drejtohen për tek Zoti i tyre të nderuar e të stolisur, ashtu siç shkon miku tek i dashuri, të qetet e lumtur për mikpritjen e tij. E i shtyjim mëkatarët në sktersi grigjen e shtazëve ka burimi. Dhe keqbërësit do t'i shtyjmë drejt xhehenemit si tufe etër për ujë, ndërsa keqbërësit do të shtyhen në turma për në xhehenem, të etur, të pëshëruar e të nëçmuar, ashtu si shtyhen kriminalet në ndonjë burg andëshkim të ashpër. Për ta janë hapur dyert e xhehenemit. Ata do të ulërasin për ndihmë, por nuk do të marrin asnjë përgjigje. Ata do të luten, por lutjet e tyre nuk u dëgjohen. Ata do të kërkojnë ndërmjetësim, por ndërmjetësimi nuk u pranohet. Askush, për ask, nuk do të mund të angazhohet, përveç atij që ka marrë premtim nga Mëshiruesi. Askush nuk do të ketë të drejtë ndërmjetësimi, ata nuk kanë në dorë mundësi për të bërë ndërmjetësim dhe askush nuk do të mund të bëjë ndërmjetësim për ta, sepse kjo çështje është në dorë të Zotit, siç thot ai, përveç atij që e ka lejuar i gjithëmshishmi. Për ta nuk vlen as ndërmjetësimi atyre që mund të lejohet ndërmjetësimi, sepse ata nuk e kanë besuar Allahun dhe profetët e tij. Si të tillë, Allahu nuk dëshiron që ndonjë të ndërmjetësoj për ta. Ai e lejon ndërmjetësimin vetëm për ata që ai ka premtuar, dhe në premtimin e tij kanë pjesë veç ata që e besojnë atë, profetët dhe shpaljet e tij dhe adhurojnë ata ashtu si ai ka urdhëruar. Ata ndjekin profetët e tij. Prandaj Zoti ka premtuar se do t'i shpërblejë me mirësi dhe do të kujdeset për ata. Ata thonë, pamirësi gjithëmbashëm ka marrë për veti fëmijë.
Ata thanë i gjithëmshishmi ka birë. Vërtet, ju keni thënë një fjalë shumë të shëmtuar. Ju keni shpifur një gjë shumë të madhe dhe të shëmtuar. Aq të madhe, sa? Ju, me të vërtet, flisni diçka të shëmtuar. U tefsiru sure Merjem, ajetet dhe 8. Gati janë copëtuar qiejt prej kësaj thënie, dhe toka të shëmbet dhe të rrëzohen malet, duke u thërmuar. Qiejt janë gati të copëtohen, toka është gati të çahet dhe malet janë gati të shembën e të thërmuar nga ajo. Shpifje që triluan se gjithëmshishmi ka birë. Nga likësia e kësaj fjalje, qiejt dhe toka gati u qanë, malet gati sa su shembën, me që ata i përshkruajnë fëmijë i bamirësit të gjithëmbashëm. U tefsiru sure Merjem, ajet 90. Për bamirësin e gjithëmbashëm është e pakuptueshme që të ketë fëmijë. Të gjithëmshishmit nuk i shkon të ketë fëmijë. Nuk i shkon madhështisë së Zotit që të ketë fëmijë. Fëmijë ka vetëm ai që ka nevojë dhe është i mangët, siç janë të gjitha krijesat, ndërsa Allahu është krijuesi dhe ai është i pasur, i lavdëruar dhe jo nevojtar. Nga ana tjetër, fëmia do të ishte një lloj si ati dhe dihet se Allahu nuk ka të ngjashëm. S'ka krijesë që gjendet në qiell dhe në tokë, e që të mos vijë si rob të bamirësi i gjithëmbashëm. Çdo qenie në qiell në tokë ka për t'ju paraqitur të gjithëmshishmit si rob. Do të vijë si robin e shtruar, pa treguar asnjë ngurim e mosbindje. Melekët, njerëzit, gjindet e çdo gjë tjetër, të gjithë janë të nështruar. Allahu administron çështjet e tyre. Ata nuk kanë asgjë prej pushtetit e pasurisë dhe as prej rregullimit e administrimit të çështjeve të tyre. Atëherë, si mund të mendohet se Allahu ka fëmijë kur ky është pushteti e mbretërimit i tij? Prej çuditse, ai i ka përfshirë të gjithë ata dhe i ka numëruar të gjithë saktisht. Me diturinë e vet, ai i ka përfshirë të gjitha dhe i ka numëruar, e shënuar të gjitha në mënyrë të saktë. Dituria e Allahut ka përfshirë të gjitha krijesat, banorët e qiejve dhe të tokës. Ai i ka llogaritur të gjitha ata dhe punët e tyre një për një. Allahu nuk ka bën dhe nuk haron kurrë. Atij nuk mund të fshihet asgjë. Dhe çdo njeri prej tyre, në ditën e Kiametit, do të vijë filli vetëm tek ai. Në ditën e Kiametit, çdo kush do t'i paraqitet atij i vetmuar. Atje njeriu nuk ka fëmijë, as pasuri, as ndihmëtar dhe aleat. Njeriu do të ketë me vete atë ditëvesh se veprat e veta. Për to, Allahu do t'i jap të plot shpërblimin e merituar. Nëse ka punuar mirë, do të shpërblehet shumë fish me të mira, e nëse ka bërë keq, do të shpërblehet sipas të keqes që ka bërë, sikurse thotë i Madhruari, tashmë ju na vini të vetmuar, ashtu si ju krijuam së pari, duke lënë pas vetes gjithçka që ju patëm dhënë. Nuk po shohim të jemi ju ndërmjetësit tuaj, për të cilët metonit se ishin ortak të Allahut. Padyshim, sot është shkëputur çdo lidhje mes jush dhe ka humbur gjithçka që ju shpresoni. Enam 94. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, pamirësi i gjithëmbashëm do t'i pajisë me dashuri që t'i dojë Perëndia dhe që t'i duan njerëzit. Nuk ka dyshim se atyre që besuan dhe bën veprat e mira i gjithëmshishmit do t'u japë dashuri. Është bujari i Allahut që udhëron robërve të tij, atyre të cilët kanë besim të pastër dhe bëjnë veprat e mira sipas këtij besimi. Allahu ka premtuar atyre se do t'u falë dashuri e mëshirë. Ai do të fusë dashuri për besimtarët e mirë. Ata do të jenë dhe do të njihen si të devotshëm qoftë për banorët e tokës, ashtu edhe për ata të qiellit. E nëse gjithë bota ka dashuri për ta, atëherë kjo do të sjellë shumë të mira dhe do t'u lehtësojë shumë punë. Të gjithë lutën për ta, për mirësi dhe udhëzim drejt të mirës. Ata do të bëhen prijes të së mirës dhe do të jenë të pranuar, të respektuar e nderuar ndër njerëz në këtë botë. Në një hadith të saktë thuhet se kur Allahu e do një rob, i thërret Xhibrilit dhe i thotë: "Unë e dua filanin, prandaj duaj edhe ti." Dhe Xhibrili e do. Pastaj ai u thot banorëve të qiellit: "Allahu e do filanin, prandaj duajeni edhe ju." Dhe banorët e qiellit e duan atë. Pastaj ai bëhet i pranuar e i nderuar në tokë. Kështu i shpërblen ata Zoti. Ata e duan Allahun, prandaj ai fut dashurinë për ta në zemrat e të dashurët e tij. Na, me të vërtetë, e kemi bërë atë Kuranin të lehtë në gjuhën tënde, që me të ti si arriqosh besimtarët dhe me të ti paralajmërosh njerëzit, armiqet e përbetuar. Kështu ne e bëm atë. Kuranin të lehtë në gjuhën tënde, Allahu i lartësuar na tregon për mirësinë e tij të madhe, këtë Kuran i madhështor. Ai e shpalli Kuranin me gjuhën e profetit Muhammed Asa. Ai e lehtësoi këndimin dhe mësimin e Kuranit që nëpërmjet tij ti përgëzosh të devotshmit. Ti nxitsh ata që të arrijnë atë që u është premtuar dhe atyre u është premtuar shpërblimi i madh i Zotit. Që premtimi të jetë i plot, duhet që të sqarohen mënyrat se si arrihet ai dhe ti të tërheqësh vërejtjen atyre që janë kryeniç. Ata janë këmbën gurës e kokë fort në kotësinë e tyre. Ata e mbrojnë me forcë mohimin e tyre, prandaj Kurani u zbrit si argument kundër jo besimtarëve
që atyre të bëhet të qartë e vërteta dhe, pas shpaljes së Kuranit, që kush të jetoj dhe të vdesi i qartë në zgjedhjen e vet. Me pas, Allahu i Madhruar kërcënon me shkatërim mohuesit, ashtu si shkatëroi popujt e parë. Sa e sa brezni kemi shkatëruar ne para tyre. Vallë, apo shen ndonjë prej tyre dhe apo dëgjon përshpëritje më të vogël të tyre? Sa e sa breza kemi shkatëruar ne para tyre. Siç ishin populli i Nohut, i Adit, i Thamudit, i Faraonit e atyre që erdhën me pas. Të gjithë i bashkonte një gjë, ishin kryeneqë ndaj së vërtetës. Nga që vazhdoni me kokë forcin e kalimin e kufive, Allahu i Madhruar i shkatëroi, aq sa prej tyre nuk mbeti me askush. Vallë apo vëren ndonjë prej tyre dhe apo dëgjon ndonjë përshpërim. Nga ata, rjekës quhet përshpëritja. Pra, atyre nuk mbeti as namë as nishan. Ajo çfarë mbeti ishte historia e tyre, për të qenë mesim për ata që kanë mend. Përfundoi edhe të siri sures Meriem. Vetëm Allahut i takon lavdërimi dhe mirënjohja.